është dashuria e vërtet kur dy njerëz me moshë kaq të ndryshme vendosin të martohen, apo fëmijët e tij kishin të drejtë të ishin kundër? Shkruani në komente çfarë mendoni. Dua të di mendimin tuaj. Dieli i mëngjesit rrezatonte but mbi qytetin zviceran të vogël, kur Martin për herë të parë pa atë. Ishte një ditë e zakonshme pranvere, me era të lehta që sillnin aromën e luleve të freskëta nga kopshtet e shtëpive të rregulluara me kujdes. Martin po ecte përgjatë trotuarit, duke u nisur drejt kafes së zakonshme ku çdo mëngjes pinte një espresso të vogël dhe lexonte gazetën. Ishte bërë rituali i tij, një mënyrë për të filluar ditën me qetësi pas viteve të gjata të punës dhe përkushtimit ndaj familjes së tij. Jeta e Martinit kishte qenë gjithmonë e organizuar, e parashikueshme, e qetë. Kishte punuar si inxhinier për më shumë se 4 dekada, kishte ndërtuar një karrierë të suksesshme, kishte rritur 3 fëmijë dhe kishte qenë bashkëshort besnik derisa gruaja e tij kishte vdekur nga një sëmundje e rëndë. Ajo ishte larguar prej 6 vitesh dhe që atëherë Martin kishte jetuar i vetëm në shtëpinë e madhe, që dikur ishte plot me zhurmën e fëmijëve dhe me të qeshura. Por në atë mëngjes pranvere, diçka ndryshoi. Kur hyri në kafe, e pa atë duke qëndruar pas tezgës. Ishte një vajzë e re, me flokë të gjatë të errët që i binin mbi shpatulla, me sy kafe që shkëlqenin plot jetë dhe me një buzëqeshi që dukej e sinqertë dhe e ngrohtë. Ishte e re, shumë e re, dhe Martin menjëherë kuptoi se ajo nuk ishte prej andej. Kishte diçka në mënyrën se si lëvizte, në aksentin e lehtë që dëgjohej kur fliste gjermanisht, që e bënte të dukej e huaj, e ndryshme nga të gjithë të tjerët në atë qytet të vogël zviceran. "Mirëmëngjes", tha ajo me një zë të butë kur Martin ju afrua te tezga. "Çfarë dëshironi?" Martin nguroi për një moment. Nuk e dinte pse, por zemra i rahte pak më shpejt se zakonisht. "Një espresso, ju lutem", tha ai në fund, duke u përpjekur të dukej i qetë. Vajza buzëqeshi dhe filloi të përgatiste kafen. "Jeni këtu çdo mëngjes apo jo?" pyeti ajo, pa e kthyer kokën. "Ju kam parë disa herë." "Po", tha Martini, "kam shumë vite që vi këtu." "Unë jam e re", tha ajo, duke ja dorëzuar kafen. "Kam vetëm disa javë që punoj këtu. Emri im është Elira." "Martin", tha ai, duke ja zgjatur dorën. "Mirë se ke ardhur." Duart e tyre u prekën për një moment të shkurtër dhe Martin ngjeu një ngrohtësi të çuditshme që i përhapej nëpër trup. Ishte sikur koha kishte ndaluar për një sekond, por pastaj ai tërhoqi dorën mbrapa, i hutuar nga vetja, dhe mori kafen. "Faleminderit", tha ai, dhe u largua drejt tavolinës së zakonshme pranë dritares. Por atë mëngjes, Martin nuk arriti të lexonte gazetën. Mendja i shkoi disa herë tek vajza pas tezgës, tek Elira. Kishte diçka në të që e tërhiqte, diçka që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. Ishte e re, plot energji dhe jetë, dhe kur fliste kishte një mënyrë të veçantë që e bënte të ndiheshe i rëndësishëm, i dëgjuar. Martin nuk e kuptonte pse e prikte kaq shumë, por nuk mund ta hiqte mendjen prej saj. Javët që pasuan, Martin i vazhdoi të shkonte në kafe çdo mëngjes, dhe çdo mëngjes Elira ishte aty, duke pritur me buzëqeshjen e saj të ngrohtë. Filluan të flisnin, fillimisht vetëm fjalë të shkurtra, pastaj biseda më të thella. Martin i mësoi se Elira kishte ardhur nga Shqipëria, se ishte larguar nga shtëpia për të kërkuar një jetë më të mirë, se kishte ëndra që donte t'i realizonte. Kishte studiuar, por nuk kishte gjetur punë në vendin e saj dhe kishte vendosur të provonte fatin në Zvicër. "Ndonjëherë më mungon shtëpia", tha Elira ndërsa po i bënte Martinit kafen. "Më mungon familja ime, shoqëria, ngrohtësia e njerëzve. Këtu është shumë e ndryshme. Njerëzit janë të ftohtë, të distancuar, por jam mësuar, duhet të mësohesh apo jo?" Martini e shikoi me kujdes. Kishte një trishtim në zërin e saj që e preku Tejli. "Ndonjëherë jeta na detyron të bëjmë zgjedhje të vështira", tha ai me butësi, "por kjo nuk do të thotë se zgjedhjet tona janë të gabuara." Elira e shikoi për një moment dhe në sytë e saj Martin ndjeu diçka që e bënte të ndihej i nevojshëm. Ishte sikur ajo kishte nevojë për dikë që ta kuptonte, që ta dëgjonte, që të ishte aty për të. Javët kaluan dhe Martin i gjeti veten duke pritur çdo mëngjes me padurim momentin kur do të shkonte në kafe. Bisedat e tyre u bën gjithnjë më të thella, më të personale. Martin i filloi t'i tregonte për jetën e tij, për karrierën e tij, për humbjen e gruas së tij, për vetminë që ndjente çdo ditë kur kthehej në shtëpi. Dhe Elira dëgjonte me vëmendje, pa u ndërprer, pa gjykuar. "Ju duket si një njeri i mirë",
tha Elira një ditë, duke e shikuar me sy të përlotur. Nuk I njihni shumë njerëz të tillë. Martin ndjeu një ngrohtësi në kraharor, dhe ti duke si një vajzë mrekullueshme, tha ai me sinqeritet. Meriton më shumë se sa të jesh këtu, duke punuar në një kafe. Elira buzëqeshi me trishtim. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë apo jo, por unë do të vazhdoj të luftoj, kam ende shpresë. Një mëngjes ndërsa po pinte kafen, Martin I mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Elira, tha ai me një zë të butë, a do të më bëje nder të darkësh me mua një emre? Elira ngriu për një moment, e befasuar, pastaj buzëqeshi. Më do të thoshte shumë, tha ajo me një zë që dridhej lehtë, por a jeni I sigurt, njerëzit mund të flasin. Më është bërë krener për mendimin e njerëzve. Kam jetuar shumë vite duke u përpjekur të kënaq të tjerët, tani dua të bëj diçka për veten time. Ato fjalë ndryshuan gjithçka. Darka e parë ishte e thjeshtë, në një restorant të vogël larg qendrës së qytetit. Flisnin, qeshën, ndan histori nga e kaluara. Martin ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë që kur kishte vdekur grua e saj. Një ngrohtësi që e përhapej më për zemër dhe kraharor. Ishte sikur I sillte një shkëndi të jetës së tij, që ishte bërë me shumë kohë jetimahe. Kishte ndjerë prej vitesh, lumturi të vërtet, ngrohtësi, lidhje me dikë tjetër. Dhe Elira, nga ana e saj, gjeti në Martinin diçka që kishte kërkuar gjatë, siguri, mirëkuptim, dashuri të sinqertë. Muajt kaluan dhe lidhja e tyre u thellua. Martini filloi të ftonte Elirën në shtëpi, ku gatuanin bashk, shikonin filma, flisnin deri në orët e vona të natës. Ishte e çuditshme, ai ishte një burr në moshë, ajo një vajzë e re, por asnjëri prej tyre nuk e ndjente diferencën e moshës. Ishte sikur shpirtrat e tyre ishin në të njëjtën gjatësi vale, sikur kishin gjetur njëri tjetrin në një botë që shpesh ishte e ftohtë dhe e pamëshirshme. Por lumturia e tyre nuk do të zgjaste pas sfida. Një ditë, Martin I mori një telefonat nga djali I tij më I madh, Andreas. "Babai, duhet të flasim," tha Andreas me një zë të ashpër. "Kam dëgjuar disa gjëra për ty që më shqetësojnë shumë." Martini ndjeu një nxehtësi në fytyrë. E dinte se çfarë po vinte. "Çfarë ke dëgjuar?" pyeti ai me një zë sa më të qetë që mundej. "Kam dëgjuar se po shkon me një vajzë të re," tha Andreas. "Një vajzë që është mjaft e vogël për të qenë bija jote. Çfarë po ndodh, baba? A ke humbur mendjen?" Martini mblodhi frymën thellë. E dinte se kjo ditë do të vinte, por nuk ishte përgatitur për të. "Andreas, e kuptoj shqetësimin tënd, por kjo nuk është biznesi yt. Jam një burr I rritur dhe mund të marr vendimet e mia." "Jo, kjo është biznes im," thirrri Andreas. "Ti je babai im dhe unë nuk mund të shoh duke bërë gabime kaq të mëdha. Ç'do të mendojnë njerëzit? Ç'do të mendojnë fëmijët e mi kur të mësojnë se gjyshi I tyre po dallon me një vajzë që mund të ishte motra e tyre?" "Ajo nuk është motra juaj," tha Martini me një zë të fortë. "Ajo është dikush që më bën të ndjehem I gjallë përsëri, dikush që më ka dhënë një arsye për të buzëqeshur. Pse nuk mund ta kuptoni?" "Sepse kjo nuk është normale," tha Andreas. "Ti je në moshën për të qenë gjysh, jo për të pasur një të dashur të re. Dhe më tepër se kaq, ajo është shqiptare, nuk e njohim fare. Çfarë ndodh nëse ajo vetëm po të shfrytëzon? Çfarë ndodh nëse po kërkon vetëm para apo një pasaport?" Fjalët e Andreasit e goditën Martinin si një shuplak. "Si guxon të thuash diçka të tillë?" tha ai me zë të mbytur. "Nuk e njeh Elirën, nuk e ke takuar asnjëherë. Si mund të gjykosh dikë që nuk e njeh?" "Nuk kam nevojë ta njoh," tha Andreas me një zë të ftohtë. "E di se çfarë lloj njerëzish janë. Vin këtu, kërkojnë një jetë më të mirë dhe janë gati të bëjnë gjithçka për ta marrë atë. Dhe ti, babai im, je duke u bërë viktime saj." Martini mbylli telefonin pa thënë asgjë tjetër. Dora I dridhe nga zemërimi dhe dhimbja. Si ishte e mundur që djali I tij, që ai e kishte rritur me aq dashuri dhe përkushtim, mund të ishte kaq I ashpër dhe I parsyeshëm? Si ishte e mundur që nuk mund ta kuptonte se ai ishte I lumtur për herë të parë pas vitesh? Atë mbrëmje, kur Elira erdhi në shtëpi, Martini ja tregoi gjithçka. Elira e dëgjoi me kujdes dhe në sytë e saj Martini pa dhimbje dhe frikë. "Mbase ai ka të drejtë," tha Elira me një zë të vogël. "Mbase unë nuk duhet të jem këtu. Mbase po të bëj më shumë dëm se sa mirë." "Jo," tha Martini me forcë, duke e marrë nga duart. "Nuk e lejon që fjala e dikujt tjetër të shkatërrojë atë që kemi ndërtuar. Të dua, Elira, dhe kjo është e vërtetë. Nuk ka rëndësi çfarë mendojnë të tjerët." Elira e shikoi për një moment të gjatë dhe pastaj filloi të qante. "Të dua dhe unë," tha ajo me një zë të thyer, "por kam frikë.
Kam frikë se do të humbas gjithçka. Kam frikë se njerëzit do të më gjykojnë. Kam frikë se fëmijët e tu do të më urrejnë. Martini e tërhoqi në krahët e tij dhe e mbajti fort dhe tha: "Nuk do të lejoj që kjo të ndodhë. Do të jemi të fortë, do të përballojmë gjithçka bashk." Por thellë në gjemër, Martini e dinte se kjo ishte vetëm fillimi i një lufte të gjatë dhe të dhimbshme. Javët që pasuan ishin plot tension dhe ankth. Martini u përpoq t'i kontaktonte fëmijët e tij disa herë, por asnjëri prej tyre nuk donte të dëgjonte. Andreas nuk i përgjigjej telefonatave, e bia e tij, Sophie, kishte dërguar një mesazh të shkurtër ku thonte se kishte nevojë për kohë për të menduar, dhe djali më i vogël, Lukasi, kishte thënë hapur se nuk e miratonte marrëdhënien e babait të tij dhe do të mbante distancë derisa ai të kthente në vete. Refuzimi i fëmijëve të tij e dhimbte Martinin më shumë se sa çfarë gjëje tjetër. Ai kishte rritur me dashuri, ju kishte dhënë gjithçka që kishin nevojë, ishte një baba i pranishëm dhe i kujdesshëm. Dhe tani, kur ai kishte gjetur pak lumturi në jetën e tij pas vitesh të vetmie, ata po e braktisnin. Nuk e kuptonin se ai nuk po ju kërkonte leje, po ju kërkonte vetëm mbështetje, kuptim, dashurinë që ai gjithmonë ua kishte dhënë atyre. Elira, nga ana e saj, po vuante në heshtim. Ajo e dinte se ishte shkaku i të gjitha problemeve, dhe kjo e konsumonte. Çdo ditë kur shkonte në punë, ndjente shikimet e njerëzve, dëgjonte përshpëritima pas shpine. Qyteti i vogël zviceran ishte vend ku të gjithë e dinin gjithçka për të gjithë, dhe lajmi se një burr zviceran në moshë po lidhej me një vajzë të re shqiptare kishte përhapur si zjarr. Ajo po e shfrytëzon, thon disa, dëshiron vetëm para dhe pasaport. Është një gabim i madh, thon të tjerët. Je në moshën për të qenë gjysh, jo për të pasur një të dashur të re. Dhe më tepër se kaq, ajo është shqiptare, nuk e njohim fare. Çfarë ndodh nëse ajo vetëm po të shfrytëzon? Çfarë ndodh nëse po kërkon vetëm para apo një pasaport? Për shkak të moshës dhe kombësisë së saj, të gjithë po e gjykonin, pa njohur fare, pa e dëgjuar anën e saj të historisë. Një mbrëmje, ndërsa po gatuanin bashkë në shtëpi, Elira vendosi të fliste. "Martin?" tha ajo me një zë të qetë. "Mbase duhet të ndahemi." Martin i ngriu. "Çfarë?" tha ai duke e shikuar me sy të gjerë. "Pse po thua këtë?" "Sepse po të shkaktoj vetëm probleme," tha Elira duke i mbushur syt me lot. "Fëmijët e tu të urrejnë për shkakun tim. Njerëzit të gjykojnë. Unë nuk dua që jeta jote të shkatrohet për shkakun tim." "Jeta ime nuk po shkatrohet," tha Martini me forcë. "Jeta ime po bëhet më e mirë. Ti më ke dhënë diçka që kam humbur prej vitesh, dashuri, shpresë, arsye për të jetuar. Si mund të më kërkon të heq dorë nga kjo?" "Sepse të dua," tha Elira, duke qartë tani me të madhe. "Dhe kur e do dikë me të vërtet, ndonjëherë duhet largohesh që ai ti jeti lumtur." Martini e tërhoqi në krah dhe e mbajti fort. "Nuk jam i lumtur pa ty," tha ai me një zë të mbytur. "Të lutem, mos më braktis. Jemi një ekip, do të përballojmë gjithçka bashk." Elira qau në kraharorin e tij dhe Martini ndjeu lotët e saj duke i lagur këmishën. Ai e dinte se ajo po vuante, se pesha e gjykimit dhe refuzimit po e shtypte, por nuk donte ta lëshonte, nuk mund ta lëshonte. Por situata u përkeqësua edhe më shumë. Një ditë, Martini mori një letër nga avokatja. Ishte nga Andreas. Në letër shkruhej se fëmijët e tij kishin vendosur të marrin masa ligjore për ta mbrojtur babain e tyre nga shfrytëzimi. Ata po kërkonin që Martini të shpallej i pa aft për të marrë vendime financiare dhe po kërkonin që një administrator të emërohej për të menaxhuar pasuritë e tij. Martini nuk mund ta besonte atë që po lexonte. Fëmijët e tij, fëmijët që ai kishte rritur me aq dashuri, po përpiqeshin ta privonin nga liria e tij, nga e drejta e tij për të jetuar jetën si donte. Ishte një tradhti kaq e thellë saqë Martini ndjeu sikur toka po i hapej nën këmbë. "Si guxojnë?" tha ai me një zë që dridhej nga zemërimi. "Si guxojnë të bëjnë diçka të tillë?" Ai menjëherë telefonoi Andreasin, por ky i fundit nuk ju përgjigj. Telefonoi Sophie dhe Lukasin, por asnjëri nuk ngriti telefonin. Ishin të gjithë të bashkuar kundër tij, të vendosur ta ndalonin nga ajo që sipas tyre ishte një gabim fatal. Martin ndjeu një zemërim të thellë, por edhe një dhimbje të padurueshme. Si ishte e mundur që familja e tij, që ai e kishte mbajtur gjithmonë bashk, po shpërbëhej kaq lehtë? Si ishte e mundur që dashuria dhe përkushtimi i tij ndaj tyre po injoroheshin kaq plotësisht? Ai u takua me një avokat për të diskutuar situatën.
Avokati ishte një burr më i vjetër, me përvojë të gjatë në çështje familjare. Zoti Martin, tha avokati me një ton të serioz, duhet ta merrni këtë çështje seriozisht. Nëse fëmijët e juaj arrin të provojnë se jeni i paaft për të marrë vendime, mund të humbasni kontroll mbi pasurinë tuaj, madje edhe mbi jetën tuaj. Por unë nuk jam i paaft, tha Martini me forcë. Jam plotësisht i ndërgjegjshëm, plotësisht në gjendje për të marrë vendimet e mia. Ata po bëjnë këtë vetëm sepse nuk ju pëlqen zgjedhja ime për të qenë me Elirën. E kuptoj, tha avokati, por gjykata nuk e di këtë. Gjykata do të dëgjojë argumentet e të dyja palëve dhe do të marrë një vendim bazuar në prova. Nëse fëmijët e juaj sjellin ekspert që thonë se jeni duke u manipuluar nga një person më i ri, gjykata mund t'ju besojë. Martini ndjeu një ndjenjë paniku. Çfarë mund të bëj? Duhet të luftoni, tha avokati. Duhet të provoni se jeni plotësisht i aftë për të marrë vendime, dhe marrëdhënia juaj me zonjën Elira është e vërtetë dhe e sinqertë, jo një manipulim. Martin doli nga zyra e avokatit duke u ndjerë i mposhtur. Si kishte arritur jeta e tij në këtë pikë? Si ishte e mundur që dashuria, një ndjesi kaq e bukur dhe e pastër, po i shkaktonte aq shumë dhimbje dhe konflikt? Kur u kthye në shtëpi, Elira ishte aty, duke e presur. Ajo e pa menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo me shqetësim. Martini ja tregoi gjithçka. Letrën, takimin me avokatin, frikën e tij se mund të humbaste gjithçka. Elira e dëgjoi me kujdes dhe në fund tha me një zë të qetë. Martin, nëse ti dëshiron, unë do të largohem. Nuk dua që të vuash kaq shumë për shkakun tim. Jo, tha Martini me vendosmëri. Nuk do të lë. Këtë i vendosëm. Do të luftojmë bashk. Por thellë në zemrën e tij, Martin ndjeu një dyshim që nuk e kishte ndjerë më parë. A vlen dashuria e vërtet për të humbur gjithçka? A vlen të sakrifikosh marrëdhënien me fëmijët e tu për dikë që sapo ke njohur? Gjykata ishte një ndërtesë e ftohtë dhe e pajetë, me mure gri dhe dritare të mëdha që linin të hinte drita e diellit, por jo ngrohtësinë. Martini hyri me Elirën në krah dhe avokati i tij ecste pak para tyre. Në anën tjetër të sallës, Martini i shoh fëmijët e tij, Andreas, Sofi dhe Lukasin, duke qëndruar me avokatin e tyre. Asnjëri prej tyre nuk e shikoi. Asnjëri nuk buzëqeshi. Ishin të gjithë të bashkuar kundër tij, të vendosur ta ndalonin nga ajo që sipas tyre ishte një gabim fatal. Martin ndjeu një zemërim të thellë, por edhe një dhimbje të padurueshme. Si ishte e mundur që familja e tij, që ai e kishte mbajtur gjithmonë bashk, po shpërbëhej kaq lehtë? Si ishte e mundur që dashuria dhe përkushtimi i tij ndaj tyre po injoroheshin kaq plotësisht? Siguruar një të ardhme të sigurt për familjen e tij. Fatkeqësisht, në vitet e fundit, ai është duke u manipuluar nga një person që ka motive të fshehta financiare. Zonja Elira, një vajzë e re nga Shqipëria, ka krijuar një marrëdhënie me zotin Martin, dhe ne besojmë se ajo po e shfrytëzon vulnerabilitetin e tij emocional për të fituar akses në pasurinë e tij. Martini ndjeu zemërimin të vlonte brenda tij. Si guxonte ai të thoshte diçka të tillë? Si guxonte të sulmojë Elirën kur nuk e njihte fare? Avokati vazhdoi. Ne kemi sjell dëshmi që tregojnë se zotin Martin ka ndryshuar sjelljen e tij prej kur ka filluar këtë marrëdhënie. Ai ka distancuar veten nga familja e tij, ka refuzuar të dëgjojë shqetësimet e fëmijëve të tij dhe ka bërë vendime financiare që nuk janë në interesin e tij më të mirë. Ne kërkojmë që gjykata të emërojë një administrator për të menaxhuar pasuritë e zotin Martin, që të sigurohet se ai mbetet i mbrojtur. Pastaj erdhi radha e avokatit të Martinit. Ai ishte një burr i vogël, me syze të trasha dhe një zë të fortë që mbushte sallën. Zonja gjyqtare, tha ai me forcë. Ky rast nuk ka të bëjë me aftësinë e zotin Martin për të marrë vendime. Ka të bëjë me atë që fëmijët e tij nuk pajtohen me zgjedhjet e tij personale. Zotin Martin është një burr plotësisht i aftë, plotësisht i ndërgjegjshëm dhe plotësisht në gjendje për të marrë vendime mbi jetën e tij. Fakti se ai ka zgjedhur të ketë një marrëdhënie me një grua më të re, nuk e bën atë të paaftë. Dhe fakti se ajo grua është shqiptare, nuk e bën atë automatikisht një manipulatore apo një shfrytëzuese. Avokati ndaloi për një moment, duke shikuar gjyqtaren drejt në sy. Ky është një rast i diskriminimit dhe i paragjykimit. Fëmijët e zotin Martin nuk janë duke vepruar nga dashuria apo nga shqetësimi. Ata janë duke vepruar nga turpi dhe nga frika se çfarë do të thonë njerëzit. Dhe kjo nuk është arsye mjaftueshme për ta privuar një burr nga liria e tij. Gjyqtarja dëgjoi me kujdes,
dhe pastaj kërkoi që dëshmitarët të dilnin përpara. I pari që doli ishte Andreas. Ai doli në podium me një fytyrë të vendosur, pa e shikuar babain e tij asnjëherë. "Zotin Andreas", tha gjyqtarja, "ju lutem, tregoni për gjykatën pse mendoni se babai juaj nuk është në gjendje të marrë vendime të shëndosha." Andreas mblodhi frymën thellë. "Zonja gjyqtare, babai im ka qenë gjithmonë një burr i mençur dhe i kujdesshëm, por që kur ka filluar këtë marrëdhënie, ai ka ndryshuar. Nuk na dëgjon më, nuk merr parasysh shqetësimet tona dhe po bën vendime që nuk kanë kuptim. Për shembull, ai ka hapur një llogari bankare të përbashkët me këtë grua, pa konsultuar me ne. Ai po jep para pa kufi dhe ne kemi frikë se do të humbasi gjithçka që ka punuar për ta ndërtuar. A keni prova për këto pretendime?" pyeti gjyqtarja. "Po", tha Andreas dorëzuash disa dokumenta. "Këto janë ekstraktet bankare që tregojnë transferta të mëdha të parave drejt llogarisë së saj." Gjyqtarja i shikoi dokumentat me kujdes dhe Martini ndjeu një panik të thellë. Ishte e vërtet, ai kishte dhënë para e lirës, por jo për arsyet që Andreas po sugjeronte. Ai e kishte bërë sepse donte ta ndihmonte, sepse e donte dhe donte që ajo të kishte një jetë më të mirë. Pastaj erdhi radha e lirës për të dëshmuar. Ajo doli në podium me duart që i dridheshin, me një fytyrë të zbetë dhe sy plot frikë. Ishte e qartë se ajo nuk ishte mësuar me situata të tilla, se ishte e friksuar nga gjithçka që po ndodhte. "Zonja e lira", tha gjyqtarja me një zë të butë, "ju lutem, tregoni për gjykatën se si e keni njohur zotin Martin dhe si ka zhvilluar marrëdhënia juaj." Elira mblodhi frymën thellë dhe filloi të fliste me një zë të vogël. "Unë e njoh zotin Martin në kafenen ku punoj. Ai vinte çdo mëngjes për një kafe dhe fillimisht flisnin vetëm për gjëra të vogla, mot, punë, gjëra të tilla. Por me kalimin e kohës, fillojmë të flasim më shumë dhe unë shoh se ai është një njeri shumë i mirë, i vetmuar, që ka nevojë për dikë që ta dëgjoj. Unë nuk e kërkoja para, unë nuk dëshiroja diçka prej tij. Thjesht ne u lidhëm dhe dashuria u lidh natyrisht. Dhe është e vërtet se zotin Martin ju ka dhënë para?" Elira hesht për një moment dhe pastaj tha, "Po, është e vërtet, por unë nuk i kërkoja. Ai donte të më ndihmonte sepse unë kalova një periudhë të vështirë. Unë humba punën në kafene për shkak të gjithë kësaj situate dhe ai donte që unë të mos vuaja. Por unë e refuzova në fillim. Unë i thash se nuk dua para prej teje, se dua vetëm dashurinë e tij. Por ai insistoi." Gjyqtarja e shikoi me kujdes dhe pastaj pyeti, "Psi mendoni se fëmijët e zotin Martin janë kundër kësaj marrëdhënie?" Elira e shikoi gjyqtaren drejt në sy. "Sepse unë jam e re dhe shqiptare, sepse njartit gjykojnë pa e njohur të vërtetën. Ata mendojnë se unë jam një shfrytëzuese, por nuk është vërtet. Unë e dua Martinin me gjithë zemër. Unë nuk dua paratë e tij. Unë dua vetëm të jem me të jem e lumtur me të." Salla mbeti në heshtje për një moment. Fjalët e Elirës ishin të sinqerta, plot dhimbje dhe sinqeritet, edhe gjyqtarja duke je prekur. Pastaj erdhi radha e Martinit. Ai doli në podium me një vendosmëri të fortë. Ishte koha që të fliste, që të shprehte atë që ndjente. "Zonja gjyqtare", filloi ai me një zë të qartë, "unë nuk jam i paaft. Unë jam një burr që ka punuar gjithë jetën, që ka rritur 3 fëmijë të mrekullueshëm, që ka qenë një bashkëshort besnik, por kam humbur gruan time dhe kam jetuar vite të gjata në vetmi, në dhimbje, në trishtim. Dhe pastaj kur më në fund gjeta dikë që më bën të ndihem i gjallë përsëri, fëmijët e mi po e përpiqen ta marrin këtë prej meje." Ai ndaloi për një moment, duke i shikuar fëmijët e tij. "Ju dua", tha me një zë që dridhej. "Ju dua me gjithë zemër, por nuk mund të lejoj që dashuria juaj të më privonin nga liria ime. Unë kam të drejtë të jetoj jetën ime si dua, kam të drejtë të zgjedh me këtë jem, dhe kam të drejtë të jem i lumtur." "Pse mendoni se fëmijët tuaj janë kundër kësaj marrëdhënie?" pyeti gjyqtarja. "Sepse janë të friksuar", tha Martini, "sepse nuk e kuptojnë, sepse shoqëria na ka mësuar se dashurinë duhet të ndiqet vetëm nën kushte të caktuara, mosha e duhur, kombësia e duhur, konteksti i duhur, por dashuria e vërtet nuk njeh kufi. Dashuria e vërtet është kur dy njerëz gjendin njëri tjetrin në një botë plot vetmi dhe vendosin të ecin bashk pavarësisht nga çfarë thon të tjerët." Fjalët e Martinit mbushën sallën me një heshtje të thellë. Edhe fëmijët e tij duken të prekur, edhe pse nuk donin ta pranonin. Gjyqtarja mblodhi dokumentet dhe tha se do të merrte një vendim brenda disa ditësh. Ditët që pasuan ishin të mbushura me ankth dhe pasiguri.
Martini dhe Elira kaluan kohën së bashku, duke u përpjekur të qëndronin të fortë, por pesha e situatës po i konsumonte. Elira nuk po flinte natën dhe Martini po humte pesh nga stresi. "Çfarë do të bëjmë nëse gjykata vendos kundër nesh?" pyeti Elira një mbrëmje ndërsa po rrinin në kopsht. "Nuk e di," tha Martini me sinqeritet, "por nuk do të heqim dorë. Nëse duhet të luftojmë, do të luftojmë." Elira e shikoi për një moment të gjatë. "Por a vlen të humbasësh gjithçka për mua?" Martini e mori nga dora. "Po," tha ai me vendosmëri. "Vlen, sepse ti je gjithçka për mua tani." Kur vendimi i gjykatës erdhi, Martini dhe Elira shkuan së bashku për ta dëgjuar. Gjyqtarja lexoi vendimin me një zë të qetë dhe profesional. Pas shqyrtimit të gjitha provave dhe dëshmive, gjykata ka vendosur se zë Martin është plotësisht i aftë për të marrë vendime mbi jetën dhe pasurinë e tij. Nuk ka prova që tregojnë se ai është duke u manipuluar apo se është i paaftë mendërisht. Përjedhoi, kërkesa e fëmijëve të tij për emërimin e një administratori refuzohet. Martini ndjeu një lehtësim të madh që i përhapej nëpër trup. Kishte fituar, kishte mbrojtur të drejtën e tij për të jetuar si donte. Por kur u kthye për të shikuar fëmijët e tij, pa vetëm zhgënjim dhe zemërim në fytyrat e tyre. Asnjëri nuk foli me të, asnjëri nuk ju afrua, thjesht dolën nga salla dhe u larguan pa u kthyer. Martini ndjeu një dhimbje të thellë në zemër. Kishte fituar betejën ligjore, por kishte humbur familjen e tij. Javët kaluan pas vendimit të gjykatës dhe Martini u përpoq disa herë t'i kontaktoi fëmijët e tij, por asnjëri nuk donte të fliste me të. Andreas nuk i përgjigjej telefonatave, Sofi kishte bllokuar numrin e tij dhe Lukas kishte dërguar një mesazh të shkurtër duke thënë se kishte nevojë për hapësirë dhe kohë për të menduar. Humbja e marrëdhënies me fëmijët e tij e dhimbte Martinin më shumë se sa çdo gjë tjetër. Ai kishte shpresuar se me kalimin e kohës ata do të kuptonin, do të pranojnë realitetin, do të shihnin se dashuria e tij për Elirën ishte e sinqertë, por sa më shumë kohë kalonte, aq më e largët dukej ajo shpresë. Një mbrëmje, ndërsa po ulej me Elirën për darkë, vendosi të fliste për atë që e shqetësonte. "Ndonjëherë më pyesëm veten nëse ka marrë vendimin e duhur," tha me një zë të vogël. Elira e shikoi me sy të gjerë. "Çfarë do të thuash?" "Nuk di, kam humbur fëmijët e mi, kam humbur marrëdhënien me ta, dhe ndonjëherë më pyesëm nëse dashuria jon vlen për këtë çmim." Elira ndjeu lot që i mbushën syt. "Nëse mendon kështu, atëherë do të thosh se mbase duhet të ndahemi," tha ajo me një zë të thyer. "Jo," tha Martini me forcë, "nuk po them se dua të ndahemi, po them se po luftoj me veten time, me ndjenjat e mia, por në fund të ditës, kur të shoh, kur jam pranë teje, di që kam marrë vendimin e duhur. Ti më bën të ndjehemi gjallë, ti më jep një arsye për të buzëqeshur, dhe kjo vlen për çdo gjë." Elira qau heshtur dhe Martini e tërhoqi në krah. Ata qëndruan kështu për një kohë të gjatë, duke u mbajtur fort njëri tjetrin, duke gjetur forcë në praninë e njëri tjetrit. Por fati kishte edhe më shumë sfida për ta. Një ditë, ndërsa Elira po ecte në qytet, u ndal nga një grua e panjohur. Ishte një grua në moshë të mesme, me një fytyrë të ashpër dhe sy plot urrëtie. "Ti je ajo shqiptarja apo jo?" tha gruaja me një zë të ftohtë. Elira ngriu. "Po," tha ajo me një zë të vogël. "Duhet të turpërohesh," tha gruaja me një ton të përçmuar. "Po shfrytëzon një burr të vjetër për para dhe pasaport. Njerëz si ti nuk kanë vend këtu." Fjalët e gruas e goditën Elirën si një shuplak. Ajo nuk e dinte çfarë të thoshte, si të përgjigjeshej. Thjesht ndaloi aty, duke qarë heshtur ndjen gjithë peshën e pragjykimit dhe të urrëties që e rrethonte. Kur u kthye në shtëpi, Martini e pa menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. "Çfarë ndodhi?" pyeti me shqetësim. Elira ja tregoi gjithçka, takimin me gruan, fjalët e ashpra, dhimbjen që kishte ndjer. Martini ndjeu zemërim të vlonte brenda tij. "Si guxon ajo?" tha me një zë të fortë. "Si guxon të sulmoj kështu?" "Kjo është realiteti," tha Elira me trishtim. "Kjo është çfarë duhet të përballoj çdo ditë. Njerëzit më urrejnë pa më njohur. Njerëzit më gjykojnë pa e ditur të vërtetën, dhe unë nuk e di sa më shumë mund ta përballoj këtë." Martini e mori nga duart. "Nuk do të lë të luftosh vetëm," tha ai me vendosmëri. "Do të jemi bashk, do të përballojmë gjithçka bashk." Por thellë në zemër, Martini e dinte se situata po bëhej gjithnjë më e vështirë. Sa kohë mund të vazhdonte kjo?
sa kohë mund të jetonin nën peshën e gjykimit dhe të refuzimit. Muajt kaluan dhe Martini dhe Elira vazhduan të jetonin së bashku, duke u përpjekur të ndërtonin një jetë normale pavarësisht nga të gjitha sfidat. Por tensioni po i konsumonte. Elira kishte nisur të mbillej në vetvete, të fliste më pak, të buzëqeshte më rrallë, dhe Martini, nga ana e tij po vuante nga mungesa e fëmijëve të tij, nga fakti se ata nuk donin ta shihnin, nuk donin të ishin pjesë e jetës së tij. Një ditë, Martini mori një telefonat të papritur nga Sofi, e bija. Ai u befasua shumë, ishte hera e parë që ajo po e kontaktonte prej muajsh. "Baba", tha Sofi me një zë të butë, "duhet të flasim." "Sigurisht", tha Martini, duke ndjerë zemrën që i rrahe shpejt. "Çfarë dëshiron të flasësh?" "Kam menduar shumë në këto muaj", tha Sofi, "dhe kam kuptuar se kam qenë e padrejtë me ty. Nuk duhet të kem gjykuar për zgjedhjet e tua. Nuk duhet të kem refuzuar vetëm sepse nuk pajtohesha me atë që po boje." Martini ndjeu lot që i mbushnin syt. "Sofi, nuk e ke iden se sa shumë ka që dëshiroja të dëgjoja këto fjalë prej teje." "E di", tha Sofi, "dhe më vjen shumë keq. Kam qenë e friksuar, e konfuzuar, e zemëruar, por tani e kuptoj se ti je i lumtur me Elirën, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Nëse ajo të bën të lumtur, atëherë unë duhet ta pranoj." Martini qau heshtur, duke ndjerë një lehtësim të madh. "Faleminderit", tha ai me një zë të mbytur. "Nuk e di sa shumë do të thotë kjo për mua." "Por duhet të dish diçka", tha Sofi. "Andreas dhe Lukas nuk mendojnë njësoj. Ata janë ende të zemëruar, ende të vendosur që të mos pranojnë këtë marrëdhënie. Unë po të them këtë që të dish që gjërat nuk do të jenë të lehta. E di, por fakti që ti po më jep një shans do të thotë shumë për mua." Pas telefonatës, Martini ja tregoi lajmin e Lirës. Ajo buzëqeshi për herë të parë pas shumë kohësh. "Kjo është një fillim", tha ajo me shpresë. "Mbase ka shpresë për ne." Por shpresa ishte e brisht, dhe shumë shpejt u shfaq një sfidë e re. Një ditë, Elira mori një telefonat nga Shqipëria. Ishte nga motra e saj. Nëna e saj ishte sëmur rënd dhe kishte nevojë për trajtim urgjent, por familja nuk kishte para për ta paguar trajtimin. Elira ishte e shkatruar. "Nuk e di çfarë të bëj", tha ajo duke qarë. "Nuk mund ta lë nënën time të vdes, por nuk kam para për ta ndihmuar." Martini e shikoi me kujdes dhe pa dhimbjen e thellë në sytë e saj. "Do të ndihmoj", tha ai pa nguruar. "Do të ndërgoj para për trajtimin e nënës sate." "Jo", tha Elira me forcë. "Nuk mund ta pranoj këtë. Ke bërë tashmë shumë për mua. Nuk mund të kërkoj më shumë." "Nuk po më kërkon. Unë po ta ofroj. Kjo është çfarë bëjnë njerëzit kur e duan njëri tjetrin. Ndihmojnë, mbështesin, janë aty kur ka nevojë." Elira qau heshtur, duke paraqafuar fort. "Faleminderit", tha ajo me një zë të thyer. "Nuk e di si ta falenderoj." Martini ndërgoi parat dhe nëna e Elirës mori trajtimin që kishte nevojë, por ky veprim kishte pasoja të papritura. Andreas e mësoi për transferimin e parave dhe u zemërua shumë. Ai e telefonoi Martinin dhe filloi të bërtiste. "Si guxon?" thriu ai. "Po i jep para familjes së saj tani? A nuk e shef se po të shfrytëzon?" "Ajo nuk po më shfrytëzon", tha Martini me forcë. "Nëna e saj është sëmur dhe unë po e ndihmoj. Kjo është çfarë bëjnë njerëzit e mirë." "Jo, kjo është çfarë bëjnë njerëzit naiv. Ti po humbetësh gjithçka për shkak të kësaj gruaje dhe ne nuk mund ta shikojmë më këtë." "Atëherë mos e shiko", tha Martini me një zë të ftoftë, "por nuk do të ndryshoj jetën time për të kënaqur ty." Andreas mbylli telefonin dhe Martini mbeti ulur në heshtje, duke ndjerë dhimbjen e thellë të refuzimit. Kohë më vonë, Martini vendosi të bëjë një hap të madh, të kërkojë dorën e Elirës. Ai dinte se kjo do të ishte një vendim që do të shkaktonte edhe më shumë tension me fëmijët e tij, por nuk mund ta bënte ndryshe. E donte Elirën dhe donte që ajo të ishte pjesë e jetës së tij përgjithmonë. Një mbrëmje, ai e çoi Elirën në një restorant të bukur me pamje nga liçeni. Ishte një vend i qetë, romantik, i përshtatshëm për atë që kishte planifikuar. "Elira", tha ai duke e marrë nga dora, "ke ndryshuar jetën time në mënyrën që nuk e imagjinoja kur. Më ke dhënë dashuri, lumturi, shpresë, dhe dua të jesh me mua përgjithmonë. A do të më martohesh?" Elira e shikoi me sy të gjerë, të mbushur me lot. "Po", tha ajo me një zë që dridhej. "Po, do të martohem me ty." Ata u përqafuan, duke qarë të dy nga lumturia. Ishte një moment i bukur, i pastër, i mbushur me dashuri të sinqertë. Por kur lajmi u përhap,
reagimi ishte i ashpër. Andreas, Lukas, madje edhe Sofi që kishte filluar të zbusej, ishin të zemëruar. Ata e shihnin si një tradhti të fundit, si një sinjal që babai i tyre kishte humbur plotësisht kontrollin. Kjo është një gabim i madh, tha Andreas gjatë një telefonate me Martinin. Po bën një gabim që do të pendohesh gjithë jetën. Jo, tha Martini me qetësi. Po bëj vendimin më të mirë të jetës sime, dhe nëse nuk e kuptoni, atëherë kjo është problemi juaj, jo i imi. Por refuzimi i fëmijëve të tij e dhimbte më shumë se sa ai donte të pranonte. Kur erdhi dita e martesës, asnjëri prej tyre nuk erdhi. Asnjëri nuk dërgoi një mesazh urimi. Asnjëri nuk tregoi asnjë shenjë që e pranonte vendimin e tij. Ceremonia u mbajt në një sallë të vogël, me vetëm disa miq të afërt. Ishte një dasmë thjesht, pa dekorime të mëdha apo festime madhështore. Por për Martinin dhe Elirën, ishte përsosja. Ishte fillimi i një jete të re, i një kapitulli të ri që ata do ta ndërtonin bashk. Kur Martini e pa Elirën duke ecur drejt tij me një fustan të bardhë të thjesht, ndjeu një lumturi që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Ishte dashuria e vërtet, e pastër, e sinqert, e pa ekuivoke. Por edhe në atë moment të lumtur, Martini nuk mund të mos mendonte për fëmijët e tij. Donte që ata të ishin aty, të ndanin me të atë moment të veçantë. Por ata kishin zgjedhur të mos ishin pjesë e kësaj, dhe kjo e dhimbte thellësisht. Muajt e parë të martesës ishin plot lumturi e dashuri. Martini dhe Elira jetonin një jetë të qetë, duke kaluar kohë së bashku, duke udhëtuar, duke ndërtuar kujtime të reja. Elira kishte gjetur një punë të re, dhe po përpiqej të integrohej më mirë në shoqërinë zvicerane. Njerëzit ende e gjykonin, por ajo kishte mësuar të mos i dëgjonte më, të mos i linte që fjalët e tyre ta dëmtonin. Por një ditë, diçka e papritur ndodhi. Martini filloi të ndjente një dhimbje në kraharor. Fillimisht e injoroi, duke menduar se ishte vetëm nga mosha apo nga stresi. Por dhimbja vazhdoi të përkeqësohej dhe në fund vendosi të shkonte tek doktori. Pas disa analizave dhe ekzaminimeve, doktori i dha një lajm të frikshëm. Martini kishte një sëmundje të zemrës që kërkon trajtim urgjent. Nëse nuk trajtohet shpejt, mund të kishte pasoja fatale. Martini ishte i shokuar. Sa kohë kam? Pyetja ai me një zë të vogël. Me trajtim, mund të jetoni ende shumë vite, tha doktori, por pa trajtim, është e vështirë të them, duhet të filloni me njëherë. Kur Martini e tregoi Elirës, ajo u shemb. Jo, tha ajo duke qarë, nuk mund ta humbas ty, ti je gjithçka për mua. Martini e tërhoqi në krah dhe e mbajti fort. Nuk do të më humbasësh, tha me një zë të fortë. Do të luftoj, do të marr trajtimin dhe do të jemi bashkë për shumë vite të tjera. Por thellë në zemër, Martini kishte frikë. Çfarë do të ndodhte nëse trajtimi nuk funksiononte? Çfarë do të ndodhte nëse ai vdiste? Si do ta përballonte Elira humbjen e tij? Ndërkohë, lajmi për sëmundjen e Martinit u përhap deri tek fëmijët e tij. Sofi e telefonoi menjëherë. "Baba, kam dëgjuar për sëmundjen tënde", tha ajo me një zë plot shqetësim. "Pse nuk na tregove?" "Sepse nuk dëshiroja që të shqetësoheshit, dhe sepse nuk e di nëse do të dëshironit të dëgjonit." "Sigurisht që dëshironim të dëgjonim", tha Sofi duke qarë. "Ti je babai jon, pavarësisht nga gjithçka që ka ndodhur, ne të duam ende." Fjalët e Sofis e prekën Martinin thellësisht. "Faleminderit", tha ai me një zë të mbutur. Por Andreasi dhe Lukasi nuk reaguan njësoj. Kur Sofi u përpoq t'i kontaktoj, ata refuzuan të flisnin. Ata ende ishin të zemëruar, ende të vendosur që të mos e pranojnë marrëdhënien e babait të tyre me Elirën. "Nëse ai do të vdes, do të jetë për saj", tha Andreasi me një zë të ftohtë. Stresi që ajo i ka shkaktuar e ka shkatruar shëndetin e tij. Fjalët e Andreasit e goditën Sofi thellësisht. "Si mund të thuash diçka të tillë?" thiri Sofi. "Babai jon po vuan dhe ti po e fajson atë? Kjo është e tmerrshme." Por Andreas nuk donte të dëgjonte. Kishte mbyllur zemrën dhe mendjen e tij dhe nuk kishte hapësirë për falje apo mirëkuptim. Trajtimi i Martinit filloi menjëherë. Çdo heft duhet shkonte në spital për kontroll, për medikamente, për monitorim. Ishte një proces i lodhshëm dhe i dhimbshëm, por Elira ishte aty në çdo hap. Ajo e shoqëronte në çdo vizitë,
E mbante nga dora kur ai ndjente dhimbje, i lexonte libra kur ai ishte shumë i dobët për televizor. Nuk e di çfarë do të bëja pa ty, tha Martini një ditë, ndërsa po shtrihej në shtratin e spitalit. Nuk do ta dish kurrë, tha Ilira me një buzëqeshje të vogël, sepse unë do të jem gjithmonë këtu. Javët kaluan dhe Martini filloi të shfaqte përmirësime. Trajtimi po funksiononte dhe doktorët ishin optimist, por shëndeti i brishtëshuar i tij kishte sjellë një realitet të ri. Ai nuk ishte më burri fort dhe i pavarur që kishte qenë dikur. Kishte nevojë për ndihmë, për kujdes, për mbështetje konstante. Dhe Ilira ja ofroi gjithçka pa u ankuar asnjëherë. Ajo e kujdesej me dashuri, me përkushtim, me durim të pafund. Kur Martini nuk mund të gatuaj, ajo gatuaj për të. Kur ai nuk mund të pastronte shtëpinë, ajo pastronte. Kur ai ndjehej i vetmuar apo i friksuar, ajo qëndronte pranë tij dhe i mbante dorën. Një ditë, Sofi erdhi për ta vizituar. Ishte hera e parë që ajo po takohej me Ilirën ballë për ballë që nga martesa. Tensioni ishte i dukshëm në fillim, por Sofi u përpoq të ishte e sjellshme. Si është babai? Pyeti ajo duke e shikuar Ilirën me kujdes. Është duke u përmirësuar, tha Ilira me një zë të butë, por është ende i dobët, ka nevojë për shumë pushim dhe kujdes. Sofi anului për një moment. Dua të falenderoj, tha ajo në fund, për gjithçka që po bën për të. E di që nuk ka qenë e lehtë. Ilira buzëqeshi me trishtim. Unë e dua babain tënd, tha ajo me sinqeritet, dhe do të bëj gjithçka që të jetë i lumtur dhe i shëndetshëm. Sofi e shikoi për një moment të gjatë dhe për herë të parë, pa përtej paragjykimeve dhe frikrave të saj, pa një grua të re që kishte zgjedhur të qëndronte pra një burri të sëmur, që e kujdesej me dashuri, që sakrifikonte kohën dhe energjinë e saj për dikë që e donte me të vërtetë. Mbase kam qenë e gabuar për ty, tha Sofi me një zë të butë. Mbase nuk je ajo që mendoja. Ilira nuk tha asgjë, por lotët që i mbushnin syt flisnin më shumë se fjalët. Kur Sofi e pa babain e saj, ai po flinte në dhomën e tij, duke i dobët, i vogël, shumë i ndryshëm nga burri i fortë që ajo e kishte njohur gjithë jetën, por kishte diçka në fytyrën e tij, një paqe, një qetësi që nuk e kishte parë prej vitesh. Ai është i lumtur, tha Ilira me një zë të vogël, duke u qëndruar pranë Sofi. Pavarësisht nga gjithçka që ka kaluar, ai është i lumtur sepse ne jemi bashk. Sofi ndjeu lot që i mbushnin syt. E di, tha ajo me një zë të thyer, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Pas asaj dite, marrëdhënia midis Sofis dhe Ilirës filloi të përmirësohej. Sofi vinte shpesh për ta vizituar babain e saj, dhe çdo herë ajo dhe Ilira flisnin më shumë, njiheshin më mirë, krijonin një lidhje që më parë dukej e pamundur. Por Andreas dhe Lukas ende nuk donin të shihnin. Ata mbetën të larguar, të vendosur që të mos pranojnë realitetin. Me kalimin e muajve, shëndeti i Martinit vazhdoi të përmirësohej. Ai u bë më i fortë, më energjik, më i aftë për të bërë gjëra të thjeshta që më parë dukeshin të pamundura. Doktorët ishin të habitur nga përmirësimi i tij dhe i atribuan jo vetëm trajtimit, por edhe mbështetjes emocionale që po merrte nga Ilira. Dashuria mund të jetë mjekësia më e mirë, tha doktori një ditë me një buzëqeshje, dhe ju keni shumë prej saj. Martini buzëqeshi. Po, tha ai, kam. Një mbrëmje, ndërsa po rrinin në kopsht dhe shikonin perëndimin e diellit, Martini mori dorën e Ilirës dhe e shikoi me një dashuri të thellë. Dua të them diçka, tha Martini me një zë të butë. Çfarë? Pyeti Ilira. Falenderit, tha Martini. Falenderit që isha aty për mua kur të gjithë të tjerët më braktisën. Falenderit që më dhe dashuri kur kisha më shumë nevojë për të. Falenderit që nuk u largua edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Ilira filloi të qante heshtur. Unë nuk kam bërë asgjë të veçantë, tha ajo. Thjesht të dua. Dhe kjo është gjëja më e veçantë në botë, tha Martini. Por edhe në atë moment të bukur, Martini ndjente një dhimbje të thellë për fëmijët e tij. Donte që ata të ishin aty, të shihnin se sa i lumtur ishte, të kuptonin se Ilira nuk ishte armike, por një burim dashurie dhe mbështetjeje. Një ditë, një ngrënie e papritur ndodhi që do të ndryshonte gjithçka. Andreas kishte një aksident automobilistik, nuk ishte i rëndë, por ishte mjaftueshëm për ta dërguar në spital. Kur Martini e mësoi, u ndjeu shkatruar. Pavarësisht nga gjithçka që ka kaluar, Andreas ishte ende djali i tij, dhe dashuria që ndjente për të nuk kishte ndryshuar. Duhet të shkoj ta shoh, tha Martini me një zë të vendosur. A je sigurt? Çfarë ndodh nëse ai nuk dëshiron të ta shohësh? Nuk ka rëndësi. Ai është djali im dhe duhet të jem aty për të.
Martini shkoi në spital dhe kur hyri në dhomën ku ishte Andreas, pa një djali që duke i trihur, i friksuar, i dobët, shumë i ndryshëm nga burri i fortë që ajo e kishte njohur gjithë jetën, por kishte diçka në fytyrën e tij, një paqe, një qetësi që nuk e kishte parë prej vitesh. Ai është i lumtur, tha Martini me një zë të vogël, duke u qëndruar pranë Sofi. Pavarësisht nga gjithçka që ka kaluar, ai është i lumtur sepse ne jemi bashk. Sofi ndjeu lot që i mbushnin syt. E di, tha ajo me një zë të thyer, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Më vjen shumë keq, tha ai me një zë të thyer. Më vjen shumë keq për gjithçka që të kam thënë, për gjithçka që kam bërë. Kam qenë i tmerrshëm me ty. Martini u afrua dhe e përqafoi. E di, tha ai me një zë të butë, por të fal, sepse kjo është çfarë bëjnë prindrit, falin. Andreas qau në krahët e babait të tij dhe për herë të parë pas muajsh ndjeu një lehtësim të madh. Kishte mbajtur aq shumë zemërim dhe urrëtie brenda vetes, dhe tani që po e lëshonte, ndjente sa i rënd kishte qenë ai barr. Dua ta takoj Elirën, tha Andreas në fund. Dua ta njoh atë me të vërtetë, jo sipas paragjykimeve që kam pasur. Martini buzëqeshi përmes lotëve. Do të vlerësonte shumë, tha ai. Pas disa ditësh, kur Andreas doli nga spitali, Martini e ftoi në shtëpi për darkë. Ishte një moment i rëndësishëm, hera e parë që Andreas do të rrinte me Elirën në të njëjtin vend, hera e parë që do të fliste me të pa paragjykim apo urrëtie. Elira ishte shumë e nervozuar. Çfarë ndodh nëse ai ende më urren? Pyeti ajo me shqetësim. Nuk do të urrej, tha Martini me siguri. Ka ndryshuar, e shoh në sytë e tij. Kur Andreas erdhi, atmosfera ishte e tensionuar në fillim, por Elira u përpoq të ishte e sjellshme, të tregoj kush ishte me të vërtetë. Ajo gatoi një darkë të mrekullueshme, me ushqime që kishte mësuar t'i përgatiste që kur kishte ardhur në Zvicër, por edhe me disa specialitete shqiptare që donte t'ja tregonte Andreasit. Kjo është shumë e mirë, tha Andreas duke ngrënë. Nuk e dija se ishe kaq e mirë në gatim. Elira buzëqeshi. Faleminderit, tha ajo. Gatimi është diçka që e kam dashur gjithmonë. Gjatë darkës, ata filluan të flasin, fillimisht për gjëra të vogla, pastaj për gjëra më të thella. Andreas i bëri pyetje Elirës për jetën e saj në Shqipëri, për familjen e saj, për ëndrat e saj. Dhe Elira u përgjigj me sinqeritet, duke mos fshehur asgjë. Kur erdha këtu, kisha frikë, tha Elira. Nuk e dija nëse do të arrija, nëse do të gjeja punë, nëse do të mbjetoja. Por takimi me babain tënd ndryshoi gjithçka. Ai më dha shpresë, dashuri, një arsye për të besuar se jeta mund të jetë e bukur. Andreas e dëgjoi me kujdes dhe për herë të parë pa Elirën si një person të vërtet, jo si një stereotip apo një kërcënim. Pa një grua të re që kishte luftuar për një jetë më të mirë, që kishte guxim, që kishte zemër të madhe. Më vjen shumë keq, tha Andreas në fund. Për gjithçka që të kam thënë, për gjithçka që kam menduar, nuk të njihja dhe të gjykova pa të drejtë. Elira buzëqeshi përmes lotëve. Faleminderit që po më jep një shans, tha ajo. Nga ajo darkë, marrëdhënia midis Andreasit dhe Elirës filloi të ndryshojë. Ai vinte më shpesh për vizitë, fliste më shumë me të, njihej më mirë me të, dhe sa më shumë e njihte, aq më shumë e respektonte dhe e vlerësonte. Lukasi, nga ana tjetër, ishte më i vështirë. Ende mbante distancë, ende nuk donte ta pranonte marrëdhënien e babait të tij, por Sofi dhe Andreas filluan ta bindin, ta bënin të kuptonte se po gabonte. Babai ynë është i lumtur, tha Sofi një ditë, dhe Elira është një grua e mrekullueshme. Pse nuk mund ta shohësh? Sepse është vështirë, tha Lukas me një zë të vogël, sepse ka menduar gjithmonë se mama ishte dashuria e vetme e babait, dhe tani që ai është me dikë tjetër, ndihem sikur po e tradhtoj kujtimin e saj. Sofi e kuptoi. E di se është vështirë, tha me butësi, por mama ka vdekur prej vitesh dhe babai ka vuajtur në vetmi për shumë kohë. A nuk mendon se mama do të donte që ai të ishte i lumtur? Lukasi nuk tha asgjë, por fjalët e Sofisë prekën. Ai filloi të mendoj, të reflektoj, të vlerësonte ndjenjat e tij, dhe ngadalë, shumë ngadalë, filloi të zbutej. Me kalimin e kohës, familja e Martinit filloi të shërohej. Sofi ishte tani një mbështetëse e fortë e babait të saj dhe të Elirës.
Andreas kishte ndërtuar një marrëdhënie të mirë me Elirën dhe Lukasi, edhe pse ende i larguar, kishte filluar të tregonte shenja se po hapej. Një ditë, Martini dhe Elira morën një lajm që i mbushi me lumturi. Elira ishte shtatzën. Ishte një befasi e madhe, sepse ata nuk e kishtin planifikuar, por ishte edhe një bekim i madh. Nuk mund ta besoj, tha Elira qarë nga lumturia. Do të kemi një fëmijë tonin. Martini ishte i mahnitur. Në moshën e tij nuk ishte menduar kurrë se do të bëhej baba përsëri, por ideja e të pasurit një fëmijë me Elirën e mbushte me një lumturi që nuk mund ta përshkruante. Do të jemi prindrit ton, tha ai me një zë që dridhej nga emocionet. Do të kemi një familje tonën. Por lajmi shkaktoi reagime të përziera nga fëmijët e Martinit. Sofi ishte e lumtur dhe mbështetëse. Do të kesh një vëlla apo motër të vogël, tha ajo me një buzëqeshje, dhe unë do të jem tezja më e mirë në botë. Andreas ishte më i kujdesshëm. A je sigurt se kjo është një ide e mirë? Pyeti ai. Ti je në moshë dhe shëndeti yt ende nuk është i fortë. Si do ta përballosh të kesh një foshnjë? Do ta përballoj, tha Martini me vendosmëri, sepse kjo është diçka që dua dhe do të kem Elirën pranë meje. Lukas, nga ana e tij, ishte i heshtur. Nuk tha asgjë për lajmin, as pozitiv as negativ. Thjesht dëgjoi dhe u largua pa komentuar. Shtatzënia e Elirës shkoi mirë, edhe pse kishte momente të vështira. Ajo kishte përzierje të forta në mëngjes dhe ndonjëherë ndihej shumë e lodhur, por Martini ishte aty në çdo hap, duke e mbështetur, duke e kujdesur, duke e bërë të ndihej e dashur dhe e vlerësuar. Ndonjëherë nuk e besoj se kjo po ndodh, tha Elira një ditë ndërsa po rrinte në krahët e Martinit. Ndonjëherë ndihem sikur jam në një ëndër të bukur. Kjo nuk është ëndër, tha Martini. Kjo është jeta jon dhe është e bukur sepse e kemi ndërtuar bashk. Muajt kaluan dhe barku i Elirës u rrit. Martini e shoqëronte në çdo vizitë mjekësore, dëgjonte zërin e zemrës së bebit, shikonte ultrazimet me një lumturi që nuk mund ta fshihte. Ishte një periudhë magjike, plot dashuri dhe pritje. Por një ditë, diçka e papritur ndodhi që i trondit të gjithë. Lukas erdhi papritur në shtëpi të Martinit. Ishte hera e parë që ai po vinte vullnetarisht që nga martesa. Baba, tha ai me një zë të butë, duhet të flasim. Martini u befasua, por e ftoi brenda. Ata ulën në dhomën e ndenjës dhe për një moment mbeti heshtje. Kam menduar shumë, filloi Lukas, për gjithçka që ka ndodhur, për mënyrën se si kam vepruar, për fjalët që kam thënë, dhe kam kuptuar se kam qenë i gabuar. Martini e dëgjoi me kujdes, duke mos guxuar të shpresonte shumë. Kam qenë i friksuar, vazhdoi Lukas, i friksuar se po humbisja babain tim, se dikush tjetër po e merrte vendin e mamit, se jeta jon familjare po shkatrohej. Por tani e kuptoj se nuk ishte kështu. Ti nuk po na zvendëson, ti thjesht po mundohesh të jesh i lumtur përsëri, dhe kjo është e drejta jote. Martini ndjeu lot që i mbushnin syt. Faleminderit, tha ai me një zë të mbytur. Dua ta takoj Elirën, dua ta njoh atë me të vërtetë dhe dua të jem pjesë e jetës tënde përsëri. Martini u ngrit dhe e përqafoi birin e tij. Ishte një moment që kishte pritur prej muajsh, një moment që dukej i pamundur, por tani po ndodhte dhe ndjeu një lumturi që nuk mund ta përshkruante me fjalë. Elira hyri në dhomë dhe Lukas u ngrit për ta përshëndetur. Më vjen shumë keq për gjithçka, tha ai me sinqeritet. Nuk të njihja dhe të gjykova pa të drejtë. Shpresoj që të më japësh një shans. Elira buzëqeshi përmes lotëve. Sigurisht, tha ajo, do të më bëje shumë të lumtur. Nga ajo ditë, të gjithë fëmijët e Martinit ishin pjesë e jetës së tij përsëri. Vinin për vizitë, kalonin kohë me të dhe me Elirën, përgatiteshin për ardhjen e bebit të ri. Ishte sikur familja kishte gjetur një ekuilibër të ri, një mënyrë për të qenë bashk pavarësisht nga ndryshimet. Dita e lindjes erdhi në një mëngjes të qetë pranvere. Elira filloi të ndjente dhimbjet e hershme dhe Martini e çoi menjëherë në spital. Ishte nervoz, i friksuar, por edhe emocionuar. Do të ishte baba përsëri në një moshë kur shumica e njerëzve ishin gjyshër. Lindja shkoi mirë, edhe pse kishte momente të vështira. Elira ishte e fortë, e guximshme, e vendosur, dhe kur bebja lindi, një vajzë e vogël, e bukur me flokë të errta sikurse nëna,
Martini qau nga lumturia. Ajo është persosja jon, ajo është mrekullia jon. Elira buzëqeshi përmes lodhjes. Si do ta quajmë? Pyeti ajo. Mira, tha Martini panguruar, sepse ajo është paqja jon, lumturia jon. Kur fëmijët e Martinit erdhën për ta parë vajzën e vogël, të gjithë ishin të prekur. Sofi qau nga lumturia, Andreas buzëqeshi me krenari dhe Lukas e mbajti vajzën me një butësi të veçantë. Ajo është motra jon, tha Sofi me një zë plot dashuri, dhe ne do t'jemi këtu për të, gjithmonë. Andreas anulloi. Keni ndërtuar diçka të bukur, tha duke shikuar Martinin dhe Elirën, dhe jam krenar që jam pjesë e kësaj. Lukas nuk tha asgjë, por në sytë e tij ishte një ngrohtësi që fliste më shumë se fjalët. Muajt që pasuan ishin plot sfida të reja, net pa gjumë, qarja e bebet, lodhja e vazhdueshme, por Martini dhe Elira i përpalluan bashk, duke u mbështetur njëri tjetrin, duke gjetur forcë në dashurinë e tyre. Ndonjëherë ndihem shumë i lodhur, tha Martini, duke e mbajtur Mirën që po flinte në krahët e tij. Edhe unë, tha Elira me një buzëqeshje të vogël, por nuk do ta këmbeja me asgjë në këtë botë. As unë, tha Martini, por jo të gjithë ishin të lumtur me situatën e re. Kishte akoma njerëz në qytet që flisnin keq, që gjykonin, që tregonin me gisht, por Martini dhe Elira kenë mësuar të mos i dëgjonin, kenë mësuar se mendimi i njerëzve të tjerë nuk ka rëndësi kur ke dashuri të vërtet, familje të fortë dhe lumturi në zemër. Një ditë, ndërsa po ecnin me Mirën në karrocë nëpër park, u ndodhën pranë një grupi grash që po flisnin. Martini dëgjoi një prej tyre duke thënë: "Shi, ai është ai zvicerani që u martua me shqiptaren e re. Po, ai që ka një bebe tani. Çfarë turpi?" Martini ndjeu zemërimin të vlonte, por Elira e mori nga dora dhe e ndaloi. "Lëri të flasin," tha ajo me qetësi. "Nuk na njohin. Nuk e din çfarë kemi kaluar. Nuk e din sa e lumtur je. Sa të lumtur jemi ne. Dhe mendimi i tyre nuk ka rëndësi." Martini e shikoi për një moment të gjatë dhe pastaj buzëqeshi. "Ke të drejtë," tha ai. "Ke plotësisht të drejtë." Ata vazhduan të ecnin, duke i lënë fjalët e këqija pas, duke u fokusuar në lumturinë që kishin ndërtuar. Vitet kaluan dhe Mira u rrit në një vajzë të vogël plot jetë dhe energji. Kishte flok të gjatë të errët sikurse nëna, por sy të kaltër sikurse babai. Ishte një përzierje e përsosur e të dy prindërve të saj dhe çdo kush që e takonte mbetej i mahnitur nga bukuria dhe personaliteti i saj. Martini, pavarësisht moshës së tij të avancuar, ishte një baba i mrekullueshëm. Luante me Mirën, i lexonte për ralla, e merrte në shëtitje, i mësonte për botën. Dhe Elira, nga ana e saj, ishte një nënë e përkushtuar që ja kishte kushtuar jetën vajzës së saj. "Ndonjëherë nuk mund ta besoj se kjo është jeta ime," tha Elira një mbrëmje, ndërsa po shikonte Mirën duke fjetur. "Kam kaluar nga të qenit një vajzë e vetmuar në një vend të huaj, tek të kem një familje, një bashkëshort që më don dhe një vajzë të mrekullueshme." "Dhe ti e meriton gjithçka," tha Martini. "Meriton çdo moment lumturie, sepse je një grua e jashtëzakonshme." Marrëdhënia e Martinit me fëmijët e tij kishte arritur një paqe të re. Sofi vinte shpesh për të luajtur me Mirën, Andreas kishte ndërtuar një lidhje të fortë me Elirën dhe Lukas ishte bërë xhaxhai më i mirë që një fëmijë mund të kishte. Një ditë, Andreas erdhi me një lajm të rëndësishëm. "Baba," tha ai, "dua të kërkoj falje zyrtarisht për gjithçka që të kam bërë dhe dua ta bëj këtë para të gjithë familjes." Martini u befasua. "Nuk ka nevojë," tha ai, "tashmë të kam falur." "Por ka nevojë," insistoi Andreas, "sepse dua që të gjithë të dinë se kam qenë i gabuar dhe se ti ke qenë i drejtë që ke ndjekur zemrën tënde." Javën pas, e gjithë familja u mblodh për një darkë të madhe. Ishin të gjithë aty, Sofi me familjen e saj, Andreas me gruan dhe fëmijët e tij, Lukas me partneren e tij. Ishte hera e parë që të gjithë ishin së bashku që nga martesa e Martinit. Andreas u ngrit dhe mori fjalën. "Dua të them diçka," filloi ai me një zë që dridhej lehtë. "Kam qenë një bir i keq.
Kam gjykuar babain tim për zgjedhjet e tij, kam qenë i ashpër me Elirën pa e njohur, kam shkaktuar dhimbje dhe ndarje në familje, dhe për këtë dua të kërkoj falje. Ai u kthye drejt Martinit dhe Elirës. Babai im ka gjetur lumturi me Elirën dhe unë nuk kisha të drejtë t'ja marr atë. Elira është një grua e mrekullueshme, një nënë e shkëlqyer dhe një antare e vyrër e familjes sonë. Dhe dua që të gjithë të dinë se jam krenar që e kam si pjesë të familjes sonë. Salla mbeti në heshtje për një moment dhe pastaj të gjithë filluan të duartroknin. Martini dhe Elira qarën heshtur, duke ndjerë një lehtësim të madh. Kishte qenë një udhëtim i gjatë dhe i dhimbshëm, por në fund dashuria kishte fituar. Sofi u ngrit gjithashtu. Dua të shtoj diçka, tha ajo me një zë që dridhej lehtë. Në fillim edhe unë kam qenë e friksuar dhe e paarsyeshme, por Elira më ka treguar se dashuria e vërtet nuk njeh kufi, as moshe, as kombësie, as asgjë tjetër. Dhe jam e lumtur që babai im ka gjetur dikë që e do kaq shumë. Lukas, që ishte më i heshtur, gjithashtu foli. Unë jam më i vogli, tha ai me një buzëqeshje, dhe kam qenë më kokfort, por tani e kuptoj se familja nuk është vetëm për gjak, është për dashuri, për mbështetje, për të qenë aty kur ka nevojë, dhe Elira është familje. Martini u ngrit dhe i përqafoi një nga një. Faleminderit, tha ai me një zë të mbytur. Faleminderit që më keni dhënë një shans, që keni hapur zemrat tuaja, që keni pranuar dashurinë time për Elirën. Kjo do të thotë më shumë se sa mund ta imagjinoni. Elira gjithashtu foli, duke qarë nga emocionet. Kam ardhur në këtë vend si një e huaj, por ju më keni bërë të ndihem si në shtëpi. Ju më keni pranuar edhe kur ishte e vështirë, dhe për këtë do t'ju jem përgjithmonë mirënjohëse. Ajo natë ishte një nga më të bukura në jetën e Martinit. Familja e tij ishte së bashku përsëri, e tërë, e shëruar nga plagët e së kaluarës, dhe ai e dinte se çfarëdo që do të vinte në të ardhmen, ata do ta përballonin së bashku. Jeta kaloi me qetësi dhe lumturi për vitet që pasuan. Mira u rrit në një vajzë të zgjuar dhe plot dashuri. Ishte afërt me të gjithë anëtarët e familjes, me gjyshrit, me xhaxhallarët dhe tezet, me kushërinjt. Ishte një fëmijë që sillte lumturi kudo që shkonte. Martini, pavarësisht moshës së tij të avancuar, ishte një babai i mrekullueshëm. Luante me mirën, i lexonte për ralla, e merrte në shëtitje, i mësonte për botën. Dhe Elira, nga ana e saj, ishte një nënë e përkushtuar që ja kishte kushtuar jetën vajzës së saj. Ndonjëherë nuk mund ta besoj se kjo është jeta ime, tha Elira një mbrëmje, ndërsa po shikonte mirën duke fjetur. Kam kaluar nga të qenit një vajzë e vetmuar në një vend të huaj, tek të kem një familje, një bashkëshort që më don dhe një vajzë të mrekullueshme. Dhe ti e meriton gjithçka, tha Martini. Meriton çdo moment lumturie, sepse je një grua e jashtëzakonshme. Martini buzëqeshi përmes lotëve. Dhe ti ke qenë gjithçka për mua, tha ai. Më ke shpëtuar nga vetmia, nga trishtimi, nga ndjenja se jeta ime ishte mbaruar. Më ke dhënë një arsye për të jetuar përsëri. Ata qëndruan kështu për një kohë të gjatë, duke mbajtur njëri tjetrin, duke gëzuar qetësinë e natës dhe dashun që kishin ndërtuar. Një ditë, Mira pyeti babain e saj një pyetje që e preku thellë. Baba, tha ajo me një zë të vogël, pse njerëzit thonë se ti je shumë i vjetër për të qenë babai im? Martini ndjeu një dhimbje në zemër. Kishte shpresuar se Mira nuk do dëgjonte kurrë fjalë të tilla, por e dinte se ishte e pashmangshme. Sepse njerëzit ndonjëherë nuk kuptojnë, tha ai me butësi. Njerëzit mendojnë se dashuria dhe familja duhet të ndjekin rregulla të caktuara, por e vërteta është se dashuria nuk njeh rregulla. Dashuria është kur dy njerëz gjendin njëri tjetrin dhe vendosin të ndërtojnë një jetë së bashku, pavarësisht nga gjithçka. Mira e shikoi me sy të mëdhenj, por ti më don apo jo? Më shumë se çdo gjë në botë, tha Martini me forcë. Ti je gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë, dhe nuk ka rëndësi çfarë thonë njerëzit e tjerë. Ti je vajza ime dhe unë jam babai yt, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Mira buzëqeshi dhe e përqafoi. Të dua, baba, tha ajo. Të dua dhe unë zemra ime, tha Martini duke mbajtur fort. Me kalimin e viteve, historia e Martinit dhe Elirës u bë një legjendë në qytetin e vogël zviceran.
Ajo që kishte filluar si një skandal, si një marrëdhënie që të gjithë e gjykonin, kishte u bërë një shembull i dashurisë së vërtet që mposhte çdo pengesë. Njerëzit që dikur flisnin keq, tani e shihnin Martinin dhe Elirën duke ecur dorë për dore me Mirën dhe nuk mund të mohonin lumturinë që rrezatonin. Disa prej tyre madje i kërkuan falje Elirës për fjalët e ashpra që kishin thënë. Kisha gabim për ty, tha një grua e moshuar një ditë. Mendova se ishe dikush që po shfrytëzonte një burr të vjetër, por tani shoh se ti e do me të vërtet, dhe kjo është e bukur. Elira e falenderoi me një buzëqeshje, kishte mësuar të falte, të mos mbante më mëri, të fokusohej në dashurinë që kishte, në vend të urrejtjes që kishte marrë. Një ditë, Martini vendosi të shkruante një letër për Mirën, një letër që ajo do ta lexonte kur të ishte më e madhe, kur të mund ta kuptonte plotësisht historinë e familjes së saj. Mira e dashur, shkroi ai, kur ti po lexon këtë, ndoshta unë nuk do të jem më këtu, por dua që të dish disa gjëra të rëndësishme për jetën, për dashurinë dhe për familjen tonë. Kur të njoha nënën tënde, unë isha një burr i vjetër, i lodhur, i vetmuar. Kisha humbur shpresën se do të gjenta lumturi përsëri, por ajo erdhi në jetën time si një dritë në errësirë dhe më mësoi se dashuria nuk njeh rroga, as kufi, as asgjë tjetër. Njerëzit na gjykuan, na thanë se ishim të gabuar, se marrëdhënia jonë nuk kishte kuptim, por ne nuk u dorëzuam, luftuam për dashurinë tonë, për të drejtën tonë të qenë të lumtur, dhe në fund fituam. Ti je fryti i asaj dashurie, Mira, ti je mrekullia jonë, prova se dashuria e vërtet mund të krijojë diçka të bukur edhe në kushtet më të vështira. Kur të rritesh, mos lejo që njerëzit të thonë se dashuria jote nuk është vlefshme sepse nuk përputhet me normat e tyre. Ndiq zemën tënde, siç bëra unë, dhe kur të gjesh atë person që të bën të ndihesh të plot, mbajeni fort, pavarësisht nga gjithçka. Të dua përgjithmonë, baba yt, Martini. Kur Elira e lexoi letrën, qau me të madhe. Kjo është e bukur, tha ajo. Mira do ta çmoj këtë përgjithmonë. Martini buzëqeshi. E shpresoj, tha ai. Vitet kaluan në një ritëm të qetë. Mira filloi shkollën dhe u bë një nxënëse e shkëlqyer. Kishte trashëguar inteligjencën e babait dhe forcën e nëmës. Ishte e popullar në shkollë, e dashur nga mësuesit, e admiruar nga shokët, por kishte ende momente kur ajo përballej me pragjykime. Disa fëmijë e përzitnin për faktin se kishte një baba kaq të vjetër, apo sepse nëna e saj ishte shqiptare, por Mira kishte mësuar nga prindrit e saj si ta përballonte këtë me dinjitet. Nëse dikush të thot diçka të keqe, mos u mërzit. Fjalët e tyre nuk të përcaktojnë ty. Ti je fort, e zgjuar, e bukur dhe e dashur, dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi. Një ditë, Mira erdhi në shtëpi duke qarë. Një vajzë në shkollë më tha se familja ime është e çuditshme, tha ajo me dhimbje. Martini e mori në preh. E di që ndon, tha me butësi, por duhet të dish se familja jon nuk është e çuditshme, është e veçantë. Ne kemi një histori të bukur, një dashuri që ka mposhtur çdo pengesë, dhe kjo na bën të fortë, jo të dobët. Mira e shikoi me sy të mëdhenj, por ti më don apo jo? Më shumë se çdo gjë në botë, tha Martini me forcë. Ti je gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë, dhe nuk ka rëndësi çfarë thon njerëzit e tjerë. Ti je vajza ime, dhe unë jam babai yt, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Mira buzëqeshi dhe e përqafoi. Të dua, baba, tha ajo. Të dua dhe unë, zemra ime, tha Martini duke mbajtur fort. Me kalimin e kohës, Mira u bë një vajzë e fortë dhe e sigurt. Ajo kur nuk lejoi që fjalët e njerëzve ta dëmtonin, dhe gjithmonë bante krye lart, krenar për familjen e saj. Një ditë, kur Mira ishte 10 vjeç, ajo mori një detyrë në shkollë, të shkruante për një hero në jetën e saj. Ajo zgjodhi të shkruante për babain e saj. Heroi im është babai im, shkrui ajo. Ai është një burr i fortë që ka mposhtur shumë sfida. Ai ka humbur gruan e tij, ka kaluar vite në vetmi dhe ka luftuar me sëmundje, por ai kur nuk u dorëzua. Ai gjeti dashurinë përsëri, ndërtoi një familje të re dhe më mësoi se dashuria është gjëja më e fortë në botë. Babai im është heroi im, sepse ai më ka treguar se nuk ka rëndësi sa i vjetër je, sa i ri je, ose nga vjen. E vetmja gjë që ka rëndësi është se ke zemër të madhe dhe guxim për të ndjekur ëndrrat e tua. Kur mësuesja e lexoi shkrimin,
U prek shumë dhe e ftoi Mirën të lexojë para klasës. Të gjithë nxënësit dëgjuan me kujdes dhe në fund duar trokasën. Kur Mira ja tregoi Martinit, ai qau nga lumturia. Kjo është gjëja më e bukur që dikush më ka thënë ndonjëherë, tha ai me një zë të mbytur. Koha vazhdoi të kalonte dhe Martini filloi të ndjente peshën e viteve. Trupni i tij po dobësohej, energjia po paksohej dhe ai e dinte se ditët e tij ishin të numëruara. Por nuk e friksonte vdekja, e friksonte vetëm ideja se do të linte Elirën dhe Mirën. Një mbrëmje, ndërsa po rrinte me Elirën, ai foli për këto frikë. Kam frikë se çfarë do t'ju ndodh pa mua, tha ai me një zë të vogël. Elira e mori nga dora. Do t'jemi mirë, tha ajo me forcë, sepse ti na ke mësuar të jemi të forta, sepse ti na ke dhënë dashuri të mjaftueshme që të vazhdojmë edhe kur ti nuk do t'jesh më këtu. Por dua të jem këtu për të parë Mirën duke u rritur, tha Martini me dhimbje. Dua të jem këtu për ty, për të qenë mbështetja jote. Dhe ti ke qenë, tha Elira me lot në sy. Ti ke qenë gjithçka për ne, dhe edhe kur të mos jesh fizikisht këtu, ti do të jesh në zemrat tona, në kujtimet tona, në mënyrën se si ne jetojmë jetët tona. Martini e përqafoi fort. Të dua kaq shumë, tha ai. Të dua dhe unë, tha Elira, për gjithmonë. Një ditë, Martini pati një kolaps. Ishte një mëngjes i zakonshëm, ai po luante me Mirën në kopsht, duke qeshur dhe shijuar diellin. Por pastaj, papritur, ra në tokë. Elira u tremb shumë, thirrri ambulancën menjëherë dhe Martini u çua në spital. Doktorët bën teste të shumta dhe gjetën se zemra e tij ishte shumë e dobët. Kishte nevojë për një ndërhyrje urgjente, por edhe me ndërhyrje, shanset nuk ishin të mira. Duhet të jeni të përgatitur, tha doktori me butësi. Gjendja e tij është serioze dhe nuk mund të garantojmë asgjë. Elira ishte e shkatruar. Ajo qëndroi pranë Martinit çdo moment, duke e mbajtur nga dora, duke i folur, duke mos e lënë të ndihej i vetëm. Fëmijët e Martinit erdhën menjëherë kur dëgjuan lajmin. Të gjithë ishin të shqetësuar, të friksuar, të penduar për kohën e humbur. Baba, tha Andreas me lot në sy, mos na braktis, kemi nevojë për ty. Duhet të luftosh, tha Sofi, për Elirën, për Mirën, për ne. Lukas nuk tha asgjë, vetëm e mbajti dorën e babait të tij dhe qau heshtur. Martini i shikoi të gjithë me një dashuri të thellë. Ju dua, tha ai me një zë të vogël. Ju dua të gjithë kaq shumë dhe jam kaq krenar për ju. Operacioni u krye dhe ishte i suksesshëm. Për Martini kishte nevojë për shumë kohë për të shëruar. Javët kaluan në spital me Elirën që kurrë nuk largohej nga anës së tij. Mira vinte çdo ditë pas shkolle për ta parë babain e saj, duke i sjellur vizatime që kishte bërë, duke i treguar histori nga shkolla, duke e mbajtur të lidhur me jetën jashtë spitalit. Ti je heroinja ime, tha Martini për Elirën një ditë. Nuk e di se si do të kisha mbijetuar pa ty. Elira buzëqeshi përmes lodhjes. Dhe ti je heroi im, gjithmonë ke qenë. Ngadalë, shumë ngadalë, Martini filloi të shërohej, por të dy e dinin se koha e tyre së bashku po shkurtohej dhe vendosën ta shijonin çdo moment. Kur Martini u kthye në shtëpi, familja e tij organizoi një festë të vogël për ta mirëpritur. Ishte një moment i lumtur, plot dashuri dhe mirënjohje. Faleminderit që luftove, tha Sofi. Faleminderit që nuk u dorëzove. Faleminderit që na jep më shumë kohë me ty, tha Andreas. Lukas thjesht e mbërqafoi, mos ju dashur vargje. Muajt që pasuan ishin të çmuar. Martini e kaloi kohën me familjen e tij, duke krijuar kujtime të reja, duke forcuar lidhjet, duke siguruar se të gjithë të dinin se sa e donte. Një mbrëmje, ndërsa e gjithë familja ishte mbledhur për darkë, Martini u ngrit dhe mori fjalën. Dua të them diçka, filloi ai. Jeta ime ka qenë e mbushur me sfida, me humbje, me dhimbje, por ka qenë edhe e mbushur me dashuri, me lumturi, me momente që do t'i çmoj përgjithmonë. Ai shikoi nga Elira. Ti më shpëtove, tha ai. Ti më ke dhënë një arsye për të jetuar kur mendoja se gjithçka kishte mbaruar. Ti më ke dhënë një familje të re, një dashuri të re, një jetë të re. Pastaj shikoi nga Mira.
Dhe ti je mrekullia ime, tha ai. Ti e prova se dashuria mund të krijojë diçka të bukur edhe në kushtet më të vështira. Në fund, shikoj nga fëmijët e tij të rritur. Dhe ju keni qenë krenaria ime gjatë gjithë jetës. Kam bërë gabime, kam lënduar, kam shkaktuar dhimbje, por ju më keni falur, më keni pranuar, më keni dhënë një shans, dhe për këtë do t'ju jem përgjithmonë mirënjohës. Të gjithë qarën dhe familja u bashkua në një përqafim të madh. Ishte një moment i përsosur, i mbushur me dashuri të pastër dhe mirënjohje. Vitet e fundit të jetës së Martinit kaluan me qetësi. Ai e shijoi çdo moment me e lirën dhe mirën, çdo vizitë nga fëmijët e tij, çdo rast që familja mblidhej. Një ditë, kur Mira ishte 15 vjeç, Martini e thirrri dhe i dha letrën që kishte shkruar vite më parë. Dua që ta lexosh këtë, tha ai. Është një mesazh prej meje për ty. Mira e lexoi letrën me kujdes, dhe kur mbaroi, po qante. Kjo është shumë e bukur, baba, tha ajo. Do ta çmoj përgjithmonë. E di, tha Martini, dhe dua që të dish se pavarësisht nga çfarë ndodh në të ardhmen, ti dua të jetosh jetën tënde me guxim, me dashuri, pa frikë nga gjykimi i njerëzve. Mira anulloi, do ta bëj, premtoi ajo. Jo shumë kohë pas, Martini vdiq qetësisht në gjumë. Ishte një ditë e qetë pranvere, si ato që i pëlqenin më shumë. Elira ishte pranë tij, duke mbajtur nga dora, duke i folur me butësi. Të dua, tha ajo, dhe faleminderit për gjithçka që më ke dhënë. Martini buzëqeshi, e shkrambi dorën e saj lehtë dhe pastaj u mbyll syt për herë të fundit. Varrimi i Martinit ishte një ngjarje e madhe, e gjithë familja ishte aty. Fëmijët e tij, niprit, miqt, edhe disa njerëz nga qyteti që kishin mësuar ta respektojnë atë dhe historinë e tij. Elira mbajti një fjalim të shkurtër por të fuqishëm. Martin ishte dashuria e jetës sime, tha ajo, me një zë që dridhej. Ai më mësoi se dashuria e vërtet nuk njeh kufi. Ai më mësoi të jem e fortë, të besoj në veten time, të mos friksohem nga gjykimi i njerëzve, dhe për këtë do t'i jem përgjithmonë mirënjohëse. Mira, edhe pse e re dhe e pikëlluar, gjithashtu foli. Babai im ishte heroi im, tha ajo. Ai më mësoi se dashuria është gjëja më e fortë në botë, dhe edhe pse ai nuk është më këtu fizikisht, ai do të jetojë përgjithmonë në zemrën time. Andreas, Sofi dhe Lukas gjithashtu folën, secili duke ndarë kujtime dhe shprehur mirënjohjen e tyre për babain e tyre. Ai na mësoi një mësim të rëndësishëm, tha Andreas. Ai na mësoi se kurrë nuk është vonë për të gjetur lumturi, për të dashur përsëri, për të jetuar me pasion, dhe për këtë mësim do t'i jemi përgjithmonë mirënjohës. Pas varrimit të Martinit, familja u mblodh në shtëpinë e Martinit. Ishte një moment i trishtuar, por edhe i mbushur me dashuri dhe mbështetje. Si do të jesh? E pyeti Sofi Elirën. Do të jem mirë, tha ajo me forcë, sepse ai më la diçka të çmueshme, dashurinë e tij, kujtimin e tij dhe vajzën tonë, dhe unë do të vazhdoj të jetoj jetën që ai donte për mua, një jetë të mbushur me lumturi, me dashuri, me shpresë. Vitet kaluan pas vdekjes së Martinit, dhe Elira vazhdoi të arriste Mirën me të njëjtën dashuri dhe përkushtim që Martini kishte treguar. Ajo gjeti punë si përkthyese, duke përdorur aftësinë e saj në disa gjuhë, ndërtoi një karrierë të suksesshme dhe u bë një antare e respektuar e komunitetit. Një ditë, kur Mira ishte 15 vjeç, Martini e thirrri dhe i dha letrën që kishte shkruar vite më parë. Dua që ta lexosh këtë, tha ai. Është një mesazh prej meje për ty. Mira e lexoi letrën me kujdes, dhe kur mbaroi, po qante. Kjo është shumë e bukur, baba, tha ajo. Do ta çmoj përgjithmonë. E di, tha Martini, dhe dua që të dish se pavarësisht nga çfarë ndodh në të ardhmen, ti duhet të jetosh jetën tënde me guxim, me dashuri, pa frikë nga gjykimi i njerëzve. Mira anulloi, do ta bëj, premtoi ajo. Jo shumë kohë pas, Martini vdiq qetësisht në gjumë. Ishte një ditë e qetë pranvere, si ato që i pëlqenin më shumë. Elira ishte pranë tij, duke mbajtur nga dora, duke i folur me butësi. Të dua, tha ajo, dhe faleminderit për gjithçka që më ke dhënë. Martini buzëqeshi, e shkrambi dorën e saj lehtë
Dhe pastaj u mbyll syt për herë të fundit. Vite më vonë, kur Mira ishte bërë mjeke e suksesshme, ajo vendosi të shkruaj një libër për historinë e familjes së saj. Donte që njerëzit të dinin të vërtetën, të kuptonin se dashuria e vërtet nuk njeh kufi, dhe se familja mund të krijohet në mënyra të ndryshme. Libri u quajt Dashuria përtej kufive dhe tregoi historinë e Martinit dhe Elirës me sinqeritet dhe dashuri. Mira shkroi për sfidat që kishin përballuar, për paragjykimet që kishin moshtur, për dashurinë që i kishte mbajtur bashk. Kur libri u botua, u bë një bestseller. Njerëzit nga e gjithë bota e lexuan dhe u prekën thellë. Shumë dërguan mesazhe për Mirën dhe Elirën, duke i falenderuar për guximin e tyre, për sinqeritetin e tyre, për shpresën që kishin dhënë. Kjo histori më bëri të besoj në dashurinë e vërtetë, shkroi një lexues. Më mësoi se dashuria nuk njeh mosha apo kombe, shkroi një tjetër. Faleminderit që ndat historinë tuaj, shkroi një i tretë. Na keni dhënë shpresë se edhe ne mund të gjejmë lumturi, pavarësisht nga pengesat. Elira qau kur lexoi këto mesazhe. Martini do t'ishte kaq krenar, tha ajo. Ai gjithmonë besonte se dashuria jon kishte një qëllim më të madh, të frymëzojë të tjerët, të tregoj se çdo gjë është e mundur kur ke dashuri të vërtetë. Mira anulloi. Dhe e ka bërë, tha ajo. Historia juaj ka prekur zemrat e mira njerëzve. Një ditë, Elira dhe Mira u ftuan për të folur në një event për dashurinë dhe marrëdhëniet. Salla ishte e mbushur me njerëz që dëshironin të dëgjonin historinë e tyre. Elira foli e para. Kur e njoha Martinin, isha një vajzë e re që kërkon një jetë më të mirë. Filloi ajo. Ai ishte një burr në moshë që vuante në vetmi, por kur u takuam, diçka magjike ndodhi. Gjetëm njëri tjetrin në një botë që shpesh është e ftohtë dhe e paarsyeshme. Ne vendosëm të mos lejonim që paragjykimet, mosha apo kombësia të na ndalonin, dhe kjo vendosmëri na solli lumturinë më të madhe që të dy kishim njohur ndonjëherë. Audienca dëgjoi me vëmendje të plotë, shumë duke qarë heshtur. Por rruga nuk ishte e lehtë, vazhdoi Elira. Fëmijët e Martinit na kundërshtuan, komuniteti na gjykoi, njerëzit flisnin keq për ne. Kishte ditë kur dëshironim të dorëzoheshim, kur dhimbja dukej shumë e madhe, por në fund dashuria fitoi, sepse dashuria e vërtet është më e fortë se çdo gjykim, më e fortë se çdo frikë. Pastaj erdhi radha e Mirës. Ajo qëndroi në podium me një qetësi që trashëgonte nga babai i saj. Unë jam fryti i asaj dashurie, tha ajo. Babai im ishte 65 vjeç kur u martua me nënën time, që ishte 28 vjeç. Njerëzit thanë se ishte e çmendur, se ishte e gabuar, por ata nuk e pan ato që unë pash çdo ditë. Një burr që e donte gruan e tij me gjithë zemër, që e kujdeste vajzën e tij me përkushtim të pafund, që luftoi për familjen e tij derisa frymën e fundit. Zëri i saj u thye për një moment, por ajo vazhdoi. Babai im më mësoi se jeta nuk matet me vite, por me dashuri. Ai jetoi më shumë në vitet e shkurtra që kishte me nënën time, se sa shumë njerëz jetojnë në një jetë të tërë, sepse ai jetoi me pasion, me qëllim, me dashuri të vërtet. Audienca u ngrit në këmbë dhe duartrokiti për minuta të tëra. Shumë njerëz qanin, të prekur thellë nga historia që kishin dëgjuar. Pas eventit, shumë njerëz ju afruan Elirës dhe Mirës për t'i falenderuar personalisht. Ju keni ndryshuar perspektivën time për dashurinë, tha një grua e moshuar. Më keni dhënë guxim për të ndjekur zemrën time, tha një burr i ri. Faleminderit që ndat historinë tuaj, shkroi një i tretë. Na keni dhënë shpresë se edhe ne mund të gjejmë lumturi, pavarësisht nga pengesat. Vitet vazhduan të kalonin, dhe Elira arriti moshën 50. Ishte ende e bukur, me një elegancë që vinte nga brënda, nga forca që kishte ndërtuar gjatë viteve. Mira ishte tani një mjeke e njohur, që kishte hapur klinikën e saj dhe ndihmonte pacient të shumt. Një ditë, ndërsa Elira po pastronte shtëpinë, gjeti një kuti të vjetër në bodrum. Brënda kishte letra, fotografi dhe disa gjëra personale të Martinit. Ajo u ul dhe filloi të shqyrtonte me kujdes.
Kishte fotografi nga ditët e para kur kishin filluar të takohen, Martini duke buzëqeshur në kafene, ajo duke qeshur në park, momentet e tyre të para bashk. Kishte letra dashurie që Martini i kishte shkruar, por nuk i kishte dhënë ndonjëherë. Elira ime e dashur, lexoj në njërin prej tyre. Çdo ditë që kaloj me ty është një bekim. Ti më ke dhënë një arsye të besoj në jetë përsëri, të besoj se lumturia është ende e mundur. Nuk di sa kohë më rebet në këtë botë, por di se çdo moment me ty e vlen. Elira qau duke lexuar ato fjalë. Edhe pas vitesh, dashuria që ata kishin ndarë ende e prekte thellë. Ajo thiri mirën dhe i tregoi kutin. Së bashku, ato shqyrtuan çdo gjë, duke kujtuar momente të shkuara, duke qeshur dhe qarë në të njëjtën kohë. Ai ishte një burr i jashtëzakonshëm, tha Mira me dashuri. Dhe ti ishe gruaja i jashtëzakonshme, tha Elira me një buzëqeshje. Ne ishim një tim dhe nuk e kam dëruar për asgjë. Atë mbrëmje, Elira u ul në varrin e Martinit. Ishte një mbrëmje e bukur vere me qiell të qartë dhe yje që shkëlqenin fort. Mira është tani mjeke e shkëlqyer, tha Elira Martinit. Ajo po ndihmon njerëz çdo ditë, ashtu siç ti donte. Dhe ajo është kaq e fortë, kaq e mençur, kaq plot dashuri, ashtu siç ti. Ajo ndaloi për një moment, duke shikuar yjet. Më mungon çdo ditë, vazhdoi ajo me një zë të butë. Më mungojnë bisedat tona, qeshja jote, mënyra se si më mbante nga dora. Por e di se ti je ende këtu, në zemrën time, në kujtimet tona, në vajzën tonë. Ajo vuri disa lule të freskëta në varr dhe buzëqeshi përmes lotëve. Të dua, tha ajo. Gjithmonë do të dua. Me kalimin e kohës, Mira u martua me një burr të mrekullueshëm që e respektonte atë dhe familjen e saj. Ishte një mjek si ajo, me një zemër të madhe dhe një përkushtim të thellë ndaj punës së tij. Kur Mira njoftoi se ishte shtatzën, Elira u mbush me lumturi. Do të bëhej gjyshe, diçka që Martini t'ishte ëndërruar të shihte, por nuk ishte mundur. Dua ta quaj Martin nëse është djalë, tha Mira një ditë, për të nderuar babain tim. Elira qau nga lumturia. Ai do t'ishte kaq krenar, tha ajo. Kur beba lindi, një djalë i shëndetshëm me sy të kaltër sikurse gjyshi i tij, Elira e mbajti në krah dhe ndjeu një lidhje të thellë. Ishte sikur Martini kishte kthyer në një formë të re, duke vazhduar trashëgiminë e tij përmes këtij djali të vogël. Mirë se erdhe Martini vogël, tha ajo me një zë të ëmbël. Gjyshi yt do të kishte dashur kaq shumë. Mira e shikoi me lot në sy. Ai është këtu, tha ajo. Babai është këtu, duke na shikuar, duke buzëqeshur. Familja e Martinit, Andreas, Sofi, Lukas, familja dhe nipërit e tyre, të gjithë erdhën për ta parë bebin e ri. Ishte një moment i bukur, ku e gjithë familja ishte bashkuar për të festuar jetën e re. Ai ka sytë e babait, tha Andreas me dashuri. Dhe shpirtin e tij, shtoi Sofi. Lukas e mbajti bebin me kujdes. Mirë se erdhe në familje, tha ai me një buzëqeshje. Ke një trashëgimi të madhe që të pret. Vitet kaluan dhe Martini i vogël u rrit në një djalë plot jetë dhe kuriozitet. Elira kaloi shumë kohë me të, duke i treguar histori për gjyshin e tij, duke i mësuar për dashurinë dhe guximin që ai kishte treguar. Gjyshi yt ishte një hero, i thoshte ajo shpesh. Ai luftoi për dashurinë e tij, për familjen e tij, për lumturinë e tij. Dhe kjo është diçka që duhet të mësosh, të luftosh për atë që e do, të mos dorëzohesh kurrë, të besosh se dashuria është gjëja më e fortë në botë. Martini i vogël e dëgjonte me vëmendje, duke thithur çdo fjalë. Dua të jem si ai, thoshte ai. Do të jesh, i thoshte Elira me një buzëqeshje, sepse ke gjakun e tij, zemrën e tij, shpirtin e tij. Një ditë, kur Martini i vogël ishte 10 vjeç, Elira e çoi në varrin e gjyshit të tij për herë të parë. Ishte një moment i rëndësishëm, një mënyrë për ta lidhur atë me trashëgiminë e tij. Ky është gjyshi yt, tha Elira me një zë të butë. Ai ishte një burr i madh që e donte familjen e tij më shumë se çdo gjë, dhe edhe pse nuk i ke takuar me të, ai të do ty, sepse ti je pjesë e trashëgimisë së tij, vazhdimi i dashurisë së tij. Martini i vogël vuri dorën mbi varr.
të premtoj se do të të bëj krenar, tha ai me një zë të vogël por të vendosur. Elira qau heshtazi, duke ndjer një ngroftësi që përhapej nëpër trup. Ishte sikur Martini ishte aty, duke buzëqeshur, duke qenë krenar për çdo gjë që kishin arritur. Shumë vite më vonë, Elira arriti moshën 70. Kishte jetuar një jetë të gjatë dhe të mbushur, plot dashuri, lumturi dhe kuptim. Mira ishte tani një mjeke i respektuar, me 3 fëmijë të saj, Martini i vogël, që ishte bërë inxhinier si gjyshi i tij, dhe 2 vajza të tjera që ishin ende në shkollë. Një emërte, ndërsa Elira rrinte në balkon dhe shikonte perëndimin e diellit, Mira erdhi dhe u ul pranë saj. "Si ndihet?" pyeti ajo. "E lumtur," tha Elira me një buzëqeshje. "E pjot. Kam jetuar një jetë që nuk e imagjinoja të ishte e mundur. Kam dashur dhe jam dashur. Kam krijuar një familje të bukur. Kam lënë një trashëgimi që do të vazhdoj." Mira e mori nga dora. "Ti dhe babai keni qenë shembull për ne të gjithë. Keni treguar se dashuria e vërtet ekziston, se ajo mund të mboshte çdo pengesë." Elira buzëqeshi. "Dhe kjo është çdo gjë që kam dëshiruar, që të tregoja se dashuria nuk njeh kufinj, se ajo është gjëja më e fortë në botë." Atë natë, Elira shkoi në shtrat duke u ndjer e qetë dhe e lumtur, dhe në ëndrat e saj e pa Martinin përsëri, të ri, të fortë, duke buzëqeshur me atë buzëqeshjen që ajo e kishte dashur kaq shumë. "Të kam pritur," tha Martini në ëndër, duke ia zgjatur dorën. "Kam ardhur," tha Elira, duke e marrë dorën e tij. Dhe së bashku, ata ecën drejt dritës, bashkuar përsëri, të lumtur, të plot. Në mëngjes, Mira e gjeti Elirën të përgjumur përgjithmonë, me një buzëqeshje në fytyrë që fliste për paqe dhe lumturi. Ajo kishte jetuar një jetë të bukur, të mbushur me dashuri dhe kuptim, dhe tani ishte bashkuar me dashurinë e jetës së saj. Ishte një ceremoni e bukur, e mbushur me dashuri dhe kujtesa. Mira foli për nënën e saj me një dashuri të thellë, duke treguar historinë e saj dhe të Martinit, duke kujtuar sakrificat dhe guximin e tyre. "Nëna ime dhe babai im na kanë lënë një mësim të çmuar," tha ajo. "Na kanë treguar se dashuria e vërtet ekziston, se ajo mund të mposhtet çdo pengesë, çdo paragjykim, çdo gjykim. Dhe kjo trashëgimi do të vazhdojë përmes nesh, përmes fëmijëve tanë, përmes brezave të ardhshëm." Martini i vogël, tani një burr i rritur, gjithashtu foli. "Gjyshi dhe gjyshja ime u dhan jetën për dashurinë," tha ai. "Dhe unë premtoj se do t'i bëj krenar duke jetuar me të njëjtën pasion, me të njëjtën përkushtim, me të njëjtën besim në dashurinë e vërtet." Kur varrimi mbaroi, familja shkoi bashk në varrin ku tani Elira dhe Martini pushonin krah për krah. Ishte një moment i qetë, i bukur, plot paqe. "Ata janë bashkuar përsëri," tha Mira me një buzëqeshje përmes lotëve, "dhe do të jenë të lumtur përgjithmonë." Dhe kështu, historia e Martinit dhe Elirës u mbyll, një histori dashurie që kishte mposhtur çdo pengesë, që kishte frymëzuar mijëra njerëz, që kishte lënë një trashëgimi të përjetshme. Dashuria e tyre provoi se mosha nuk ka rëndësi kur zemrat janë të bashkuara. Provoi se kombësia nuk ka rëndësi kur shpirtrat janë në harmoni. Provoi se paragjykimet mund të mposhten me guxim dhe vendosmëri. Dhe mbi të gjitha, provoi se dashuria e vërtetë është gjëja më e fortë në botë, ajo që jep kuptim jetës, që krijon bukuri në mes të dhimbjes, që lë një trashëgimi që zgjat përgjithmonë. Familja e tyre vazhdoi të rritet dhe të lulëzonte, duke mbajtur gjallë historinë e Martinit dhe Elirës, duke ja transmetuar brezave të ardhshëm, duke siguruar që dashuria e tyre të mos harrohej kurrë. Sepse disa histori nuk vdesin kurrë, disa dashuri janë të përjetshme, dhe historia e Martinit, zviceranit 65 vjeçar, dhe Elirës, shqiptares 28 vjeçare, do të vazhdoj të jetoj përgjithmonë si një dëshmi e fuqisë së dashurisë së vërtet.